Në një vilë luksoze në Lundër, një milioner i dërmuar nga Zia përpiqet të kontrollojë katërnjaket e tij të konsideruara të pakontrollueshme, ndërsa qëndron emocionalisht i distancuar prej tyre. Pasi të gjitha dado dorëzohen, ai merr një vendim të papritur, punson një dado shtatzën, të refuzuar nga të gjitha familjet e tjera. Pa vendosur rregulla të rrepta, ajo i fiton fëmijët me praninë e saj, durimin dhe një lidhje që askush më parë nuk kishte arritur ta krijonte. Ajo që fillon si një mjet i fundit, shndërrohet në një ngjarje të aftë për të ndryshuar përgjithmonë atë familje të thyrë. Gruaja rregulloi çantën mbi supe dhe zbriti shkallët prej mermeri për herë të fundit. Hapat e saj bënin një hon në heshtjen e rënd të asaj vile, një tingull që duke i amplifikuar nga mungesa e jetës që mbushte çdo dhomë. Ajo nuk ktheu kokën pas. 11 ditë kishin mjaftuar për të kuptuar se ai nuk ishte një vend ku ajo mund të bënte ndryshimin. Arbeni vëzhgonte nga balkoni i katit të dytë, ndërsa Dadona e 16 po kalonte kopshtin e kuruar në mënyrë të patëmet drejt portës. Drita e pasdites filtrohej përmes pemëve shekullore që rreshtoheshin në rrugicën me gur, duke krijuar hije kërcyese që ajo i kalonte pa hezituar. Ai nuk zbriti për t'u përshëndetur. Nuk kishte nevojë. Ajo do të dërgonte faturën për ditët e punuara përmes agjencisë, si të gjitha të tjerat para saj, dhe ai do të paguante pa pyetur. Nga dhoma e vajzave, asnjë tingull nuk dilte. Të katërta ishin aty brenda, ai ishte i sigurt, ndoshta të ulura në krevatet e tyre respektive, duke pritur që dera të hapet përsëri me mbërritjen e një tjetër të panjohure që do të përpiqej të fitonte besimin e tyre me buzëqeshje të egzageruara dhe premtime që nuk do të mund t'i mbante. Arbeni liroi kravatën dhe u kthye në zyrë. Tavolina ishte e mbuluar me dokumente që kërkonin vëmendjen e tij. Kontrata, raporte financiare, propozime për sipërmarrje të reja. Puna nuk mbaronte kurrë dhe pikërisht kështu preferonte ai. Ndërsa mendja e tij ishte e zënë me numra, projeksione dhe strategji biznesi, nuk kishte hapësirë për të menduar për gjëra të tjera. Nuk kishte hapësirë për të ndjerë. Ishte pothuajse ora 18 kur ai më në fund ngriti syt nga ekrani i kompjuterit. Vila vazhdonte të ishte e heshtur. Tepër e heshtur për një shtëpi me 4 fëmijë 5 vjeçar. Ai e dinte se zonja Fatime, magjistricia që punonte me të prej 15 vitesh, u kishte dhënë darkën vajzave dhe i kishte vënë në gjumë prej të paktën 2 orësh. Rutina ishte gjithmonë e njëjtë. Larja në orën 7 të mbrëmjes, darka në 7:30, tregime deri në 8, dritat e fikura në 8:15. Arbeni u ngrit dhe eci drejt dritares. Jashtë, dritat e kopshtit ndizeshin automatikisht, duke ndriçuar lulet e trëndafilave të bardhë që ajo i donte aq shumë. Ai e largoi shpejt vështrimin. Kishte gjëra për të cilat nuk mund të mendonte. Vende të kujtesës që duhej të mbeteshin të kyçura nëse donte të vazhdonte të funksiononte. Të nesërmen, agjencia telefonoi para se të hante mëngjesin. Zëri profesional i koordinatores tingëllonte paksa i zënë ngush kur e njoftoi se ishte e vështirë të gjendeshin kandidate të gatshme për të pranuar pozicionin. Fjala ishte përhapur mes dadove të zonës së Tiranës. Vila e familjes Hoxha konsiderohej një punë e pamundur. Jo nga pronarët, sqaronte gjithmonë koordinatorja, por nga atmosfera. Nga pesha e padukshme që rrinte pezull mbi çdo dhomë. Arbeni dëgjoi në heshtje, duke mbajtur filxhanin e kafes që poftohej në dorën e tij. Përmes dritares së kuzhinës mund të shihte zonjën Fatime duke i çuar vajzat tek furgoni që do t'i dërgonte në shkollën private ku studionin. Të katërta ecnin në rresht me uniforma të patëmet, çantat në shpinë, pa biseduar me njëra tjetrën. Si ushtar të vegjël që marshonin drejt një tjetër dite beteje të heshtur. Bora hapi derën e furgonit dhe priti që motrat të hynin të para. Ajo e bënte gjithmonë këtë. Si më e madhja për 3 minuta, kishte marrë një përgjegjësi të pakërkuar për t'u kujdesur për 3 të tjera. Lura hyri pas saj, pastaj Era dhe në fund Vala, e cila ktheu kokën për të parë vilën para se të ngjitej. Arbeni pyeti veten nëse ajo e kishte parë në dritare. Ndoshta jo. Ai ishte shumë larg dhe reflektimi i diellit në xham sigurisht që e fshite. Koordinatorja e agjencisë vazhdonte të fliste, diçka për zgjerimin e kërkimit në rajone të tjera, ndoshta të sillnin dik nga Durrësi apo edhe nga Shkodra. Arbeni e ndërpreu. Ai kishte mbledhje gjatë gjithë ditës dhe nuk mund të rrinte duke diskutuar detaje. Le të gjente dik, cilindo person të gatshëm për të provuar.
Ai do të paguante çdo gjë që ishte e nevojshme. Zyra në qendër të Tiranës ndodhej në katin e 40 të një ndërtese me xhama që reflektonte qiellin gri të qytetit. Arbeni kaloi gjithë ditën në mbledhje, negociata, vendime që lëviznin miliona lekë. Kompania e tij e zhvillimit të pasurive të paluajtshme po zgjeroi drejt Korçës dhe kishte prona për t'u vlerësuar, projekte për t'u miratuar, investitor për t'u bindur. Ai ishte i mirë në atë që bënte. Gjithmonë kishte qenë. Edhe më parë, kur jeta kishte ende kuptim, kur kthehej në shtëpi dhe gjente dritë në dritare, zëra duke biseduar, të qeshura që bënin jehon nëpër korridore. Ai mbylli sytë me forcë, duke larguar kujtimet që insistonin të hynin. Jo tani. Jo këtu. Telefoni ra. Ishte zonja Fatime, duke e njoftuar se vajzat ishin kthyer nga shkolla dhe po bënin detyrat e shtëpisë në dhomën e studimit. Ajo kishte përgatitur ushqimin e pasdites, por ato pothuajse nuk e kishin prekur ushqimin. Arbeni e falenderoi dhe e mbylli. Çfarë mund të bënte tjetër? Ai siguronte çdo gjë që u duhej. Shkollën më të mirë, mësuesit privat më të mirë, ushqimin më të mirë, rroba cilësore, lodra edukative. Asgjë nuk mungonte. Përveç ti. Zëri në kokën e tij e përshpëriste këtë ndonjëherë, zakonisht vonë natën kur puna nuk mund ta mbushte më boshllëkun. Por ai e heshte shpejt. Ai po bënte më të mirën që mundej. Po e mbante çdo gjë në punë, po e mbante kompaninë fitimprurse, po mbante faturat e paguara, po mbante dukjen. Kjo duhej të ishte e mjaftueshme. Pasditja u errësua në natë pa e vënë re ai. Kur më në fund mblodhi dokumentet dhe fiku kompjuterin, kishte kaluar ora 10 e darkës. Gjatë rrugës për në shtëpi, rrugët e Tiranës ndritnin nga dritat neon dhe feneret e makinave. Qyteti nuk flinte kurrë, ashtu si ai. Gjithmonë në lëvizje, gjithmonë i zënë, gjithmonë tepër i zhurmshëm për të lejuar mendime të heshtura. Vila ishte në errësirë kur ai mbërriti, përveç dritës së kuzhinës ku zonja Fatime kishte lënë darkën e tij të ngrohtë. Ai hëngri mekanikisht, pa i kushtuar vëmendje shijes. Ngjiti shkallët ngadalë, hapat e tij të mbytur nga tapeti i trash. Kaloi pranë dhomës së vajzave dhe ndaloi. Dera ishte gjysmë e hapur. Ai e shtyu lehtë dhe shikoi brenda. 4 krevate të vegjël, një në çdo qoshe të dhomës së madhe. 4 trupa të vegjël duke fjetur në heshtje. Vala i kishte shtyr bataniet dhe ai hyri ngadalë për ta mbuluar përsëri. Ajo lëvizi pak por nuk u zgjua. Fytyra e saj ishte aq e ngjashme me të sajën. Të 4 fytyrat ishin e njëjta kurbë e hundës, të njëjtat qerpik të gjatë, e njëjta linjë delikate e nofullës. Arbeni doli shpejt nga dhoma para se kujtimet ta gëlltitnin plotësisht. U mbyll në dhomën e tij dhe mbeti duke parë tavanin në errësirë për orë të tëra para se më në fund të binte në një gjumë të trazuar dhe plot me ëndra që preferonte t'i harronte kur të zgjohej. Java kaloi në një mjegull mbledhjesh, telefonatash dhe dokumentesh. Agjencia telefonoi 3 herë. Kishin kandidate, por të gjitha refuzuan pasi dëgjuan detajet. Një vilë tepër e madhe, 4 fëmijë tepër të vegjël, një ambient tepër i rëndë. Arsyetimet ndryshonin, por rezultati ishte gjithmonë i njëjtë. Të premten pasdite, koordinatorja telefonoi përsëri. Këtë herë kishte hezitim në zërin e saj. Ajo kishte një kandidate, shpjegoi me kujdes, por kishte një situatë që duhej diskutuar. Vajza ishte e re, kishte referenca të mira nga punët e mëparshme, ishte diplomuar në pedagogji, duke e përsosur përveç një detaji. Ajo ishte shtatzën. 5 muajshe. Arbeni heshti për një moment. Mund të dëgjonte koordinatoren duke marrë frym në anën tjetër të linjës, duke pritur reagimin e tij. Ajo filloi të justifikohej, duke shpjeguar se zakonisht nuk do të prezantonte një kandidate në këto kushte, por situata ishte e vështirë dhe vajza vërtet kishte nevojë për punën dhe ishte refuzuar në disa intervista për shkak të shtatzanisë. Ai e ndërpreu. Le të vinte për një intervistë të shtunën në mëngjes. Nëse ajo ishte e gatshme të provonte, ai ishte i gatshëm t'i jepte mundësinë. Nuk kishte më asgjë për të humbur. Nëse ajo do të zgjaste 2 javë si të tjerat, të paktën do të ishte një tjetër përpjekje. Të shtunën, Arbeni u zgjua më herët se zakonisht. Dielli sapo kishte lindur kur ai zbriti për të pirë kafe. Zonja Fatime ishte tashmë në kuzhinë, duke përgatitur mëngjesin e vajzave. Ajo e shikoi e habitur.
Ishte e rrallë ta shije në shtëpi aq herët në fundjavë. Zakonisht ai shkonte në zyrë edhe të shtunave. Vajzat zbritën për mëngjes me pijame. Bora përpara, si gjithmonë, ndjekur nga Lura, Era dhe Vala. Ato ndaluan kur e pan të ulur në tavolinë. Ai buzëqeshi ose u përpoq të buzëqeshte dhe u bëri shenjë të uleshin. Ato u bindën në heshtje, duke u ulur në karriget e tyre të zakonshme, duke parë pjatat që zonja Fatime vendoste para tyre pa shumë interes. Arbeni u përpoq të bisedonte. Pyeti për shkollën, për mësimet, për mësueset. Përgjigje një fjalëshe vinin mbrapsht. Po. Jo. Mirë. Ai hoqi dorë pas pak minutash, duke kthyer vëmendjen tek gazeta që zonja Fatime kishte lënë pranë pjatës së tij. Zilja e derës ra saktësisht në orën 10. Arbeni u ngrit, rregulloi këmishën dhe shkoi te dera. Zonja Fatime ishte tashmë aty, por ai I bëri shenjë që ta linte ta hapte vetë. Ai vetë donte ta shihte kandidaten që ishte e gatshme të provonte të pamundurën. Kur hapi derën, pa një grua të re të ndaluar në shkallën e hyrjes. Ajo duhet të ishte rreth të 20-tave, flokët gështenjë të kapur në një bisht të thjeshtë, e veshur me një bluzë të hapur dhe pantallona stofi. Dhe po, ishte dukshëm shtatzën. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje nervoze por e sinqert, dhe zgjati dorën. Anila, u prezantua ajo. Shumë kënaqësi. Arbeni I shtrëngoi dorën, duke vënë re shtrëngimin e fortë pavarësisht brishtësisë së dukshme. Anila kishte sy kafe të qelet që e shikonin drejt për drejt, pa e larguar vështrimin. Kishte vendosmëri aty, e përzier me diçka që ai mori një moment për ta identifikuar. Shpresë. Ajo vërtet e donte atë punë. Ai e ftoi të hynte dhe e çoi në dhomën e ndenjes. Ishte një dhomë e gjerë, e dekoruar me mobilje druri të errët dhe divane lëkure bezh. Piktura abstrakte dekoronin muret, të zgjedhura nga një dekorues vite më parë. Çdo gjë e koordinuar në mënyrë të përsosur, çdo gjë e pastër në mënyrë të patëmet, çdo gjë plotësisht pa jetë. Anila u ul në skaj të divanit, duart e kryqëzuara mbi prerë. Arbeni mbeti në këmbë për një moment duke e studiuar. Ajo duke e qetë, por ai vuri re dridhjen e lehtë të gishtave të saj. Ishte nervoze. Sigurisht që ishte. Ndoshta kishte dëgjuar tashmë për reputacionin e vilës, për dadot që vinin dhe iknin. Ai më në fund u ul në koltukun përballë saj dhe filloi me pyetjet e zakonshme. Përvoja e mëparshme, arsimimi, disponueshmëria. Anila ju përgjigj çdo pyetje me qartësi, zëri I saj I butë por I fortë. Kishte punuar si dado që nga mosha 18 vjeçare, ishte diplomuar në pedagogji para 2 vitesh, kishte referenca që ai mund t'i verifikonte. Ajo nuk u përpoq ta fshite shtatzënin as të kërkonte ndjes për të. Ishte thjesht një fakt, dhe ajo dukej se kishte pranuar që disa njerëz do ta gjykonin për këtë. Arbeni pyeti për baban e fëmijës. Anila heshti për një moment, vështrimi I saj u largua për herë të parë. Nuk është më në jetën time, u përgjigj thjesht. Ajo do të kujdesej për foshnjën vetë. Kishte familje që e mbështeste, por I duhej të punonte për të mbajtur veten dhe për të përgatitur çdo gjë për ardhjen e djalit. Ai pohoi me kokë. Nuk ishte në interesin e tij të gjykonte jetën e saj personale. Ajo që kishte rëndësi ishte nëse ajo mund të kujdesej për 4 vajza të vështira ndërsa mbante një fëmijë. Ai ishte I drejt për drejt. 16 dado kishin kaluar në për atë shtëpi vitin e fundit. Më e gjata kishte qëndruar 3 javë. Shumica nuk zgjasnin 15 ditë. Vajzat nuk ishin problematike në kuptimin tradicional. Nuk thyenin gjëra, nuk ishin të pasjellshme, nuk bënin naze. Por ishin të mbyllura, të distancuara, të vështira për t'u arritur. Anila e dëgjoi me vëmendje. Kur ai mbaroi, ajo heshti për një moment të gjatë, sikur po procesonte çdo gjë që kishte dëgjuar. Pastaj pyeti nëse mund t'i njihte vajzat. Arbeni hezitoi. Zakonisht ai punsonte dik fillimisht dhe vetëm pastaj u prezantonte dadon e re e vajzave. Por kishte diçka në mënyrën se si Anila e kishte bërë kërkesën, jo si një kërkesë, por si një nevojë të sinqertë që e bëri të pranonte. Ai thiri zonjën Fatime dhe I kërkoi t'i sillte vajzat. Ato u shfaqën në derën e dhomës pas pak minutash, ende me pijame të së shtunës në mëngjes. 4 palë sy identik u fiksuan mbi Anilën. Bora përpara, mbrojtëse si gjithmonë.
Lura dhe era anash vëzhguese. Vala një hap pas motrave, më e turpshmja nga të katërta. Anila nuk u ngrit me njëherë. Nuk bëri lëvizje të papritura, as nuk buzëqeshi në mënyrë të egzageruar si që bënin dadot e tjera zakonisht. Ajo thjesht shikoi se cilën prej tyre, vërtet i shikoi, sikur po përpiqej të shite përtej sipërfaqes. Pastaj foli, zëri i saj i butë por natyral, pa atë ton artificialisht të gëzuar që shumë të rritur përdornin me fëmijët. Përshëndetje. Emri im është Anila. Ju duhet të jeni Bora, Lura, Era dhe Vala. Vajzat nuk u përgjigjen, por Arbeni vuri re interesin e lehtë në sytë e Borës. Ishte e rrallë që dikush t'i dallonte me emër që në fillim. Edhe mësueset në shkollë ndonjëherë i ngatëronin. Anila vazhdoi. E kuptoj që ju keni njohur tashmë shumë njerëz që kanë ardhur të punojnë këtu. Imagjinoj që duhet të jetë e lodhshme të kesh gjithmonë dikë të ri që përpiqet t'ju bëjë ta pëlqeni. Kështu që unë do të bëj ndryshe. Nëse vi të punoj këtu, nuk do të detyroj asgjë. Ju mund të merrni kohën që ju duhet për të mësuar me mua. Nuk ka nxitim. Ishte Vala ajo që foli e para, zëri i saj i vogël por i qartë. A ke një fëmijë në bark? Anila buzëqeshi dhe këtë herë buzëqeshja arriti tek sytë e saj. Po, kam. Ai do të lind pas pak muajsh. Është djalë apo vajzë? Era u afrua një hap, kurioziteti duke thyrë. Rezervën fillestare. Ende nuk e di. Desha të pres që të jetë surprizë. Vajzat vazhduan të qëndronin aty, dukshëm duke dashur të bënin më shumë pyetje, por pa ditur nëse duhej. Arbeni vëzhgonte i mahnitur. Ishte biseda më e gjatë që ato kishin pasur me ndonjë dado të re. Zakonisht ato pothuajse nuk i shikonin kandidatët. Ai mori vendimin e tij. Anila mund të fillonte të hënën nëse ishte ende e interesuar. 2 javë provë, si të gjitha të tjerat. Ajo pranoi menjëherë dhe ai pa lehtësimin që pushtoi fytyrën e saj. Ajo vërtet kishte nevojë për atë punë. E diela kaloi ngadalë. Arbeni u përpoq të punonte në shtëpi, por e gjeti veten të shpërndar duke menduar për dadon e re. Ishte ndryshe nga të tjerat, kjo ishte e pamohueshme. Kishte një vërtetësi tek ajo që u mungonte shumicës së njerëzve që njihte. Ajo nuk po përpiqej të linte për shtypje as të hiqej si dikush që nuk ishte. Ishte thjesht vetvetja. Të hënën në mëngjes, Anila mbërriti herët. Zonja Fatime e priti dhe i tregoi ku të linte gjërat e saj. Arbeni kishte dalë tashmë për në zyrë, duke lënë udhëzime që ajo duhej të familiarizohej me rutinën e vajzave dhe të ndiqte atë që zonja Fatime do ta orientonte. Ditët e para ishin saktësisht siç i kishte parashikuar Anila. Vajzat e vëzhgonin por mbanin distancë. Ato bënin atë që ajo u kërkonte, laheshin kur udhëzoheshin, hante atë që u shërbehej, shkonin në krevat në orarin e caktuar. Por nuk kishte lidhje reale. Ishte çdo gjë mekanike, automatike. Anila nuk detyroi asgjë. Ajo thjesht ishte e pranishme. Ulej në dyshemen e dhomës së lodrave ndërsa ato vizatonin, pa ndërhyrë por e gatshme nëse ato do të donin t'i tregonin diçka. Lexonte libra me zë të lartë pa kërkuar që ato të uleshin për të dëgjuar, duke i lënë që të afroheshin nëse do të donin. Përgatiste ushqime dhe hante bashkë me to, duke biseduar natyrshëm për gjëra të thjeshta si koha apo zogjt në kopsht. Ditën e tretë, Vala u afrua ndërsa Anila po paloste peshqirët në dhomën e larjes. Vajza mbeti në derë për një moment duke vëzhguar. Pastaj hyri dhe mori një peshqir të vogël duke u përpjekur ta imitonte. Anila nuk bëri zhurmë. Thjesht i tregoi si ta paloste mirë dhe e falenderoi për ndihmën. Të nesërmen u shfaq edhe Era. Pastaj Lura. Bora u vonua më shumë, por përfundimisht edhe ajo filloi të qarkullonte pranë Anilës, duke vëzhguar çdo gjë që ajo bënte. Arbeni i vuri re ndryshimet kur mbërrinte në shtëpi vonë natën. Vajzat ishin ende duke fjetur, por zonja Fatime komentonte për gjëra të vogla. Vala kishte qeshur gjatë ushqimit të pasdites. Era i kishte kërkuar Anilës të tregonte një përrall shtesë para gjumit. Lura kishte bërë pyetje për foshnjat. Bora kishte ndihmuar në shtrimin e tavolinës së darkës pa e kërkuar askush. Ishin ndryshime të vogla, delikate, por ishin ndryshime. Për herë të parë në një vit, kishte shenja të vogla të jetës që po kthehej në atë vil.
Të premten e javës së parë, Arbeni mbërriti në shtëpi më herët se zakonisht. Ishte vetëm ora 17 kur ai hapi derën. Mund të dëgjonte zëra që vinin nga dhoma e ndenjes dhe për një moment mbeti i paralizuar. Zëra të qeshura të ulta. Shtëpia e tij nuk kishte pasur tinguj të tillë prej aq shumë kohësh sa ai pothuajse kishte harruar si ishin. Ai eci ngadalë drejt derës së dhomës dhe ndaloi duke vëzhguar skenën përmes hapjes. Anila ishte ulur në dysheme, e mbështetur në divan me një libër përrallash në prerë. Të katër vajzat ishin rreth saj. Vala e ulur shumë pranë, pothuajse e mbështetur tek Anila. Era dhe lura nga çdo anë, të vëmendshme ndaj tregimit. Bora pak më larg, por ende brenda rrethit, duke u hequr sikur nuk ishte aq e interesuar sa ishte dukshëm. Anila lexonte me zëra të ndryshëm për çdo personazh, duke e gjallëruar tregimin pa u egzageruar. Vajzat qeshnin në momentet e duhura, bënin pyetje, kërkonin të shihnin ilustrime. Ishte një skenë aq normale, aq e thjeshtë, aq absolutisht e zakonshme sa Arbeni ndjeu diçka që i shtrëngonte gjoksin. Kjo ishte ajo që duhej të ishte. Fëmijët duke qenë fëmijë. Të qeshura në një shtëpi. Jetë ku më parë kishte vetëm heshtje. Ai duhet të ketë bërë ndonjë tingull sepse Anila ngriti syt dhe e pa. Ajo buzëqeshi dhe vajzat u kthyen. Për një moment pati tension. Ato kur nuk dinin si të vepronin pranë tij. Ai kur nuk dinte si të vepronte pranë tyre. Shqetësimi ishte i ndërsjellë. Mirëmbrëma, tha Anila, zëri i saj duke thyer momentin e çuditshëm. Erdhët më herët sot. Mbledhja u anulua, u përgjigj ai, zëri i tij doli më i ashpër se sa kishte ndërmend. Nuk ka nevojë të ndaloni për shkakun tim. Vazhdoni me tregimin. Anila e studioi për një moment, pastaj shikoi vajzat. Çfarë mendoni? A mundet babi ta dëgjoj tregimin me ne? Vajzat shikuan njëra tjetrën, një komunikim i heshtur që kalonte mes tyre siç ndodhte shpesh. Më në fund, Vala pohoi me kokë. Mundet. Arbeni mbeti pa ditur çfarë të bënte. Të ulej në dysheme dukej e çuditshme. Të qëndronte në këmbë dukej më keq. Anila e zgjidhi dilemën për të, duke u zhvendosur pak anash dhe duke goditur hapësirën pranë saj në tapet. Ka vend këtu. Ai u ul në mënyrë të ngathët, këmbët e tij të gjata të palosura në një mënyrë të parehatshme. Vajzat e vëzhgonin me sy të hapur, sikur kur nuk e kishin parë jashtë kostumit, të ulur në dysheme. Ndoshta kur nuk e kishin parë vërtet. Anila rifilloi tregimin nga ku e kishte lënë. Ishte një përrall për një buf të vogël që kishte frikë nga errësira. Arbeni e gjeti veten duke i kushtuar vëmendje, jo aq tregimit, por reagimeve të vajzave të tij. Mënyra se si Vala kafshonte buzën kur bufi përballej me frikërat e tij. Si era lëvizte këmbët para mbrapa kur bëhej në ankth për fatin e personazhit. Si lura mbante skajin e këmishës së saj kur ndodhte diçka e trishtueshme. Si Bora, edhe pse përpiqej të dukej e painteresuar, anonte përpara në pjesët më emocionuese. Ai nuk i dinte këto gjëra për vajzat e tij. Nuk i dinte gjestet e tyre të vogla, reagimet e tyre emocionale. Ato ishin të huaja për të, dhe ai ishte një i huaj për to dhe faji ishte tërësisht i tij. Kur tregimi mbaroi, Anila mbylli librin dhe shikoi orën. Ora e darkës, vajza. Shkoni lani duart. Ato u ngritën me bindje dhe dolën në rresht. Anila filloi të ngrihej gjithashtu, duke përdorur divanin si mbështetje. Arbeni u ngrit shpejt dhe zgjati dorën për ta ndihmuar. Ajo e pranoi dhe ai vuri re se sa e vogël dhe e ngrohtë ishte dora e saj në të tijën. Faleminderit, tha ajo. Po bëhet më e vështirë të ngrihesh nga dyshemeja çdo ditë. Ata qëndruan aty për një moment, një heshtje e çuditshme mes tyre. Pastaj Arbeni foli, fjalët dolën para se të mund t'i ndalonte. Ti je ndryshe nga të tjerat. Anila anoi kokën, kurioze. Ndryshe si? Nuk je dorëzuar ende. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar por e vendosur. Java ende nuk ka mbaruar. Por po përpiqem. Ato meritojnë dikë që të përpiqet vërtet. Arbeni pohoi me kokë, pa ditur çfarë të thoshte tjetër. Anila doli nga dhoma për të mbikëqyrur darkën dhe ai mbeti aty vetëm, i rrethuar nga fantazma e të qeshurave që ende bënin njehon në mure. Java e dytë solli ndryshime më të dukshme.
Vajzat jo vetëm që pranonin praninë e Anilës, por fillonin ta kërkonin aktivisht. Në mëngjes, kur zbrisnin për kafe, shikonin rreth e rrotull derisa ta lokalizonin në kuzhinë. Gjatë pasdites, pas shkollës, vraponin për ta gjetur para se të hiqnin çantat. Dhe natën, protestonin butësisht kur ajo thoshte se ishte ora për të fjetur, duke kërkuar edhe 5 minuta, edhe një tregim, edhe pak nga vëmendja e saj. Anila e lundronte çdo gjë me një hir natyral që i bënte përshtypje edhe zonjes Fatime. Magjistricia kishte parë shumë da do të kalonin në për atë shtëpi, por asnjëra nuk kishte arritur atë që ajo vajzë shtatzën po arrinte. Ajo kishte një durim të pafund, por dinte kur të ishte e prerë. Kishte butësi, por nuk ishte llastuese. I trajtonte vajzat si njerëz të plot, jo si projekte që duheshin rregulluar. Ishte të martën e javës së dytë që Vala bëri pyetjen e parë vërtet personale. Ato ishin në kopsht dhe Anila ishte ulur në një nga stolat prej guri për të pushuar pak. Vala u afrua, e turpshme si gjithmonë, dhe mbeti e ndaluar para saj. Anila, a mund të pyes diçka? Sigurisht, e dashur. Mund të pyesësh çdo gjë. Pse babi i foshnjës tënde nuk jeton me ty? 3 vajzat e tjera ndaluan së luajturi menjëherë, të vëmendshme ndaj bisedës. Ishte një pyetje që të gjitha donin ta bënin, por asnjëra nuk kishte pasur guxim. Anila mori frym thellë. Ajo mund të kishte dhënë një përgjigje të paqartë, të ishte larguar nga pyetja, por nuk e bëri këtë. E trajtoi Valën me respektin e një përgjigjeje të sinqertë. Sepse ndonjëherë njerëzit që duam marrin vendime që na lëndojnë. Dhe kur kjo ndodh, duhet të vendosim nëse do të mbetemi të bllokuar në atë dhimbje apo nëse do të vazhdojmë përpara dhe të ndërtojmë lumturinë tonë. Vala e procesoi këtë, balli i saj u rrudh në përqendrim. A je e trishtuar? Ndonjëherë po. Por e dini çfarë kam mësuar? Që të jesh e trishtuar nuk do të thotë që nuk mund të jemi gjithashtu të lumtur. Të dyja gjërat mund të ekzistojnë në të njëjtën kohë. Jam e trishtuar për mënyrën se si gjërat përfunduan, por jam e lumtur për foshnjën që po vjen. Jam e lumtur që jam këtu me ju. Trishtimi dhe lumturia mund të ndajnë të njëjtën hapësirë në zemrën tonë. Bora u afrua, gjë e rrallë. Ajo zakonisht mbante më shumë distancë se motrat. A është kjo arsyeja pse babi është i trishtuar? Sepse mami nuk është më këtu, por ai na ka ne? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Ishte hera e parë që ndonjëra nga vajzat përmendte nënën para Anilës. Zonja Fatime kishte paralajmëruar se ishte një temë e ndaluar në shtëpi. Arbeni kur nuk fliste për bashkëshorten. Vajzat kishin mësuar në mënyrën se si fëmijët i mësojnë këto gjëra, që ishte një temë që duhej shmangur. Anila nuk e largoi vështrimin. Mendoj se po, Bora. Mendoj se babi juaj e ndjen shumë mungesën e mamit tuaj. Dhe ndonjëherë, kur na mungon shumë dikush, bëhet e vështirë të ndjejmë gjëra të tjera. Malli mund të jetë aq i madh sa nuk lë hapësirë për asgjë tjetër. Por ai na ka ne, tha Lura, zëri i saj i vogël dhe i konfuzuar. A nuk jemi ne të mjaftueshme? Zemra e Anilës u lëndua. Ju jeni më shumë se të mjaftueshme. Ju jeni gjithçka. Por babi juaj po e mëson këtë përsëri. Ndonjëherë, kur jemi shumë të lënduar, harrojmë të shohim gjërat e mira që kemi ende. Jo sepse ato nuk janë të rëndësishme, por sepse dhimbja është aq e madhe sa nuk mund t'i shohim qartë. Dhe si do të mësoj ai të shohë përsëri, pyeti Era. Me kohë. Me durim. Dhe ndoshta me ndihmën tuaj, duke i treguar atij se ka ende gëzim në bollë. Se ka ende dashuri. Se ju keni nevojë për të po aq sa ai ka nevojë për ju, edhe pse ai nuk e di këtë tani. Vajzat mbetën në heshtje, duke procesuar. Pastaj Vala bëri pyetjen që të gjitha po mendonin. A do të ikësh si të tjerat? Anila zgjati krahët dhe Vala u afrua, duke lejuar që të përqafoj. Nuk dua të ik. Më pëlqeni shumë. Por duhet të kuptoni një gjë. Pas pak muajsh, foshnja ime do të lindë. Kur kjo të ndodh, do të më duhet pak kohë për t'u kujdesur për të. Por nëse babi juaj lejon, do të kthehem. Dhe nëse ju doni, mund të njihni edhe foshnjën time. Përmendja e foshnjës funksionoi si magji. Atmosfera e rënd u shpërnda menjëherë. Era filloi të bënte pyetje se kur do të lindte foshnja, nëse do të ishte i madh apo i vogël, nëse do të kishte shumë flokë. Lura donte të dinte nëse do të qante shumë.
Bora pyeti nëse ajo do të kishte frikë nga lindja. Vala vetëm u mblodh më shumë në përqafimin e Anilës, dora e saj e vogël pushonte lehtë mbi barkun e rrumbullakosur. Atë natë, kur Arbeni mbërriti në shtëpi, vajzat bën diçka të paprecedent. Ato po e prisnin në dhomën e ndenjes. Të katërta të ulura në divan si një komitet mirëseardhjeje. Ai ndaloi në derë i surprizuar. Babi, foli Bora, duke marrë rolin e saj jo zyrtar të zëdhënëses. Duhet të bisedojmë me ty, Arbeni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Çfarë kishte ndodhur? A kishte bërë Anila diçka gabim? A kishte vendosur ajo të ikte? Ai u përgatit për një tjetër zhgënjim. Po. Duam që Anila të qëndrojë për gjithmonë. Dhe kur foshnja e saj të lind, duam ta njohim edhe atë. A mundemi? Arbeni puliti syt, i konfuzuar. Kjo ishte ajo që donin të diskutonin? E po, Anila punon këtu. Ajo mund të qëndrojë sa kohë të dojë. Dhe sigurisht që mund ta njihni foshnjën kur të lindë. Jo, Vala tundi kokën me padurim. Ne duam që ajo të qëndrojë vërtet. Jo vetëm si dado. Si pjesë e familjes. Arbeni nuk kishte fjalë. Anila u shfaq në derë në atë moment, dukshëm e shqetësuar. Zoti Hoxha, më falni. Patëm një bisedë sot dhe mendoj se vajzat interpretuan disa gjëra pak më ndryshe nga ç'desha të thosha. Jo, insistoi Bora, kokfort. Ti the se ne mund ta ndihmonim babin të shihte gjërat e mira përsëri. Kështu që duam që ti të qëndrosh. Ti dhe foshnja. Sepse shtëpia është më pak e trishtuar kur ti je këtu. Arbeni shikoi Anilën duke kërkuar ndihmë. Ajo dukej po aq e humbur sa ai. Vajza, filloi ajo butësisht, unë punoj këtu. Është ndryshe nga të qenit pjesë e familjes. Por kjo nuk do të thotë që nuk ju pëlqej. Ju pëlqej shumë. Por ti do të ikësh pasi të lind foshnja, tha Era, zëri i saj i dridhur. Gjithmonë të gjithë ikin. Dhe aty ishte. Frika reale që të gjitha mbanin. Jo se dadot ishin të këqija apo të paafta, por se askush nuk qëndronte. Askush nuk kujdesej mjaftueshëm për të qëndruar. Ato ishin braktisur një herë në mënyrën më të keqe të mundshme dhe tani prisnin që të gjithë përfundimisht t'i linin gjithashtu. Arbeni ndjeu diçka që thyej brenda tij. Kishte qenë aq egoist, aq i konsumuar nga dhimbja e tij, sa nuk kishte vënë re se vajzat e tij po vuanin në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. Ato nuk ishin në zi vetëm për nënën. Ishin në zi për të gjithë familjen që kishin humbur kur ajo iku. Ai u ul në gjunjë para divanit, duke u bërë në lartësinë e syve të tyre. Anila nuk do të ikë. Ajo punon për mua dhe për sa kohë ajo dëshiron të qëndrojë, ka një vend këtu. Dhe kur foshnja të lind, do ta ndihmojmë me çdo gjë që do të ketë nevojë. Premtoj. Premton vërtet? Pyeti Vala, sytë e saj të mëdhenj dhe shpresëdhënës. Premtoj vërtet. Ishte një moment i vogël, një premtim i thjeshtë, por do të thoshte gjithçka për ato 4 vajza. Ato u hodhën mbi të në një përqafim kolektiv, diçka që nuk e bënin që kur ishin shumë të vogla. Arbeni i përqafoi mbrapsht, i surprizuar nga intensiteti i emocionit që ndjeu. Ato ishin aq të vogla, aq të brishta, dhe ai kishte dështuar me to në aq shumë mënyra. Anila vëzhgonte skenën me lodh në sy, një dorë pushonte në mënyrë mbrojtëse mbi barkun e saj. Ajo nuk kishte planifikuar të përfshihej emocionalisht. Ishte thjesht një punë, një mënyrë për të mbajtur veten dhe foshnjën që do të vinte. Por këto vajza kishin kaluar mbrojtjet e saj dhe tani ajo kujdesej thellësisht për atë që do të ndodhte me to në ditët në vijim, dinamika e shtëpisë filloi të ndryshonte në mënyra delikate por domethënëse. Arbeni filloi të mbërrinte në shtëpi më herët, jo çdo ditë, por më shpesh. Ndonjëherë hante darkë me vajzat, duke bërë pyetje për ditën e tyre, duke u përpjekur vërtet të dëgjonte përgjigjet. Ishte i ngathët dhe dukshëm jashtë praktike, por po përpiqej. Anila i lehtësonte këto ndërveprime pa qenë ndërhyrëse. Krijonte mundësi natyrale që babai dhe vajzat të ndërvepronin. Kërkonte ndihmën e Arbenit për të kapur diçka lart dhe papritur vajzat ishin të gjitha në të njëjtën dhomë me të. Sugjeronte që ai të lexonte tregimin e natës vetëm një herë dhe ulej pranë për të dhënë mbështetje të heshtur kur ai pengohej në fjalë. Një pasdite, Arbeni u kthye nga puna dhe i gjeti të pesta në dhomën e ndenjes.
Anila ishte ulur në divan me këmbët e ngritura, dukshëm e lodhur. Vajzat po vizatonin në letra të mëdha të hapura në dy sheme. Ato ngritën syt kur ai hyri. Babi, tha Lura e gëzuar, po bëjmë vizatime për dhomën e foshnjës së Anilës. A do të bësh edhe ti një? Arbeni hezitoi. Ai kishte pirgje me punë që e prisnin në zyrën e tij. Telefonata për të kthyer. Emaile për t'u përgjigjur. Por shikoi fytyrat shpresëdhënëse të vajzave të tij, Anilën që e vëzhgonte me inkurajim të heshtur në sy, dhe dëgjoi veten duke thënë po. Ai ul në dy sheme, mori një letër dhe mbeti duke e parë pa ditur çfarë të vizatonte. Kishte kaluar aq shumë kohë që kur kishte bërë diçka krijuese. Diçka vetëm për kënaqësi. Bora shtyll një kuti me lapsa me ngjyra drejt tij. Mund të vizatosh çfarë të duash, babi. Nuk ka nevojë të jetë e përsosur. Dhe pastaj ai vizatoi. Një shtëpi të thjeshtë, me dritare katrore dhe një derë drejt këndore. Një pemë anash. Një diell në qoshe. Ishte bazike dhe fëminore, por ishte e tij. Vajzat u grumbulluan për të parë, duke bërë komente entuziaste për ngjyrat që ai kishte zgjedhur. Anila buzëqeshi dhe për herë të parë që kur ajo kishte mbërritur, Arbeni buzëqeshi mbrapsht. Një buzëqeshje e sinqertë që arriti sytë e tij dhe i bëri të shkëlqenin në mënyrën se si shkëlqenin vite më parë. Ishte vetëm një moment, një çast i vogël lidhjeje njerëzore reale, por ishte fillimi i diçkaje. Fillimi i shërimit të plagëve që dukeshin tepër të thella për t'u arritur. Muaji tetor mbërriti duke sjellë shira që lanin Tiranën dhe e linin ajrin më të freskët. Anila ishte tashmë pothuajse 6 muajshe 7 zën, dhe barku i saj ishte rritur dukshëm. Vajzat ishin të mahnitura. Kërkonin vazhdimisht ta preknin, të ndjenin foshnjën duke lëvizur, të flisnin me të përmes barkut të Anilës. Ajo lejonte çdo gjë me durim të pafund. I linte të vendosnin duart e vogla mbi barkun e saj dhe të prisnin lëvizjet. Qeshte kur ato bënin pyetje të pamundura, sikur nëse foshnja do të pëlqente akullore me çokoladë apo nëse do të dinte të fliste kur të linte. I përgjigjej çdo kurioziteti me seriozitet dhe dashuri, kur duke mos i bërë vajzat të ndjeheshin budallaqe sepse pyetnin. Arbeni i vëzhgonte këto ndërveprime nga larg, gjithmonë nga larg. Një pjesë e tij donte të afrohej, të merrte pjesë në atë lidhje që vajzat e tij po ndërtonin me foshnjën e Anilës. Por kishte një barrierë të padukshme që ai vetë e kishte ndërtuar, e bërë nga frika dhe faji dhe dhimbja e paprocesuar. Si mund të lidhej me jetën e re kur ende nuk kishte bërë paqe me jetën që kishte humbur? Një mëngjes të shtunë, ai u zgjua me tingullin e të qeshurave që vinin nga kopshti. Shikoi nga dritarja dhe pa Anilën të ulur në bar, të 4 vajzat rreth saj. Ato po shtronin një piknik të improvizuar, me batanie të shtruara dhe shporta me fruta dhe sanduiçe. Dielli filtrohej përmes gjeteve të pemëve, duke krijuar modele drite dhe hije që kërcenin mbi to. Ai u vesh dhe zbriti, i tërhequr nga ajo skenë e normalitetit shtëpiak që shtëpia e tij nuk e kishte parë prej aq shumë kohësh. Kur mbërriti në kopsht, vajzat i bën shenjë me entuziazëm. Babi, hajde. Po i mësojmë foshnjës së Anilës për piknikët. Arbeni u ul në skaj të batanijes, duke mbajtur ende një distancë të sigurt. Anila i ofroi një sanduiç me një buzëqeshje. Ai e pranoi, më shumë për të mos qenë i pasjellshëm se sa nga uria. Vala u afrua tek ai, duke mbajtur një mollë. Babi, a mendon se foshnja mund të na dëgjojë që aty brenda? Arbeni shikoi Anilën, i pasigurt se si të përgjigjej. Ajo pohoi me kokë në mënyrë inkurajuese. Po, ai mundet. Foshnjat fillojnë të dëgjojnë tingujt nga jashtë mitrës rreth muajit të 5. Kështu që ai definitivisht mund t'ju dëgjojë. Vajzat mbetën të mrekulluara nga ky informacion. Pra ai e di që ne ekzistojmë, pyeti Era. E di, po, konfirmoi Anila. Dhe e di që ju flisni me të, i këndoni, i tregoni për ralla. Çdo gjë ai po e ruan në kujtesë, në një mënyrë që foshnjat e bëjnë. Bora pati një ide. Pra mund të zgjedhim një emër për të? Kështu kur të lind, ai do ta di tashmë emrin e tij. Anila qeshi. Nuk di nëse mund ta premtoj këtë. Ende nuk e kam vendosur emrin. Por ju mund të sugjeroni. Kush e di, ndoshta përdor një nga idetë tuaja. Vajzat filluan menjëherë të debatonin për emra, zërat e tyre mbivendoseshin në entuziazëm. Arbeni e gjeti veten duke buzëqeshur duke i dëgjuar.
Ishte e pamundur të mos buzëqeshje para aq shumë gëzimi të pastër dhe të thjeshtë. Çfarë mendoni ju, zoti Hoxha? Pyeti Anila pa pritur, duke e zënë në mbrojtje. Ndonjë sugjerim për emër? Ai heshti, duke procesuar faktin që ajo po e përfshinte në bisedë. Që ajo po kërkonte mendimin e tij për diçka aq personale sa emërtimi i djalit të saj. Nuk e di, tha ai më në fund. Kur nuk kam qenë i mirë me emrat. Vajzat qeshën. Babi, ishe ti që zgjodhe emrat tanë, theksoi Bora. Ishte mami juaj, korrigjoi ai automatikisht dhe pastaj kuptoi çfarë kishte bërë. E kishte përmendur atë. Me zë të lartë. Para vajzave. Për herë të parë në më shumë se një vit. Heshtja që pasoi ishte e tensionuar. Vajzat shikuan njëra tjetrën, të pasigurta. Anila thjesht priti, duke i dhënë hapësirë për të vazhduar ose jo, si të zgjidhte. Ajo kaloi muaj duke zgjedhur, vazhdoi Arbeni, i surprizuar me zërin e tij. Kishte lista të mëdha të shkruara në fletore. Lexonte libra me kuptimet e emrave. Donte që secila prej jush të kishte një emër special me një kuptim të bukur. Bora do të thotë e bardhë dhe e pastër. Lura është sipas liçeneve tona të bukura. Era është si fladi i lehtë. Dhe Vala, sepse ajo e donte aq shumë detin. Ishte biseda më e gjatë që ai kishte pasur për bashkëshorten që nga funerali. Fjalët dilnin me vështirësi, sikur ishin të ndryshkuara nga koha e gjatë e ruajtur. Por dilnin. Vala u afrua dhe u ngjit në prerin e tij, diçka që nuk e bënte prej muajsh. Dhe ti babi? A ndihmove në zgjedhje? Unë miratova zgjedhjet e saj. Gjithmonë isha dakord me atë që ajo vendoste, sepse ajo gjithmonë zgjidhte drejt. A të merr malli për të? Pyetja erdhi nga Lura, zëri i saj i vogël por guximtar. Arbeni shikoi 4 vajzat e tij, fytyrat që ishin kopje të përsosura të gruas që ai kishte dashuruar. Çdo ditë. Çdo minutë. Edhe neve, pëshpëriti Era. Dhe nuk e dinim nëse mund të flisnim për këtë. Mundeni. Gjithmonë mundeni. Më falni që ju bëra të mendoni se nuk mundeshit. Lotët erdhen atëherë nga të gjitha ato. Vajzat qanin hapur, ndoshta për herë të parë që kur kishin humbur nënën. Arbeni i tërhoqi pranë, duke i përqafuar të katërta në të njëjtën kohë, lotët e tij binin në heshtje mbi flokët e tyre. Anila u largua në mënyrë diskrete, duke u dhënë privatësi, por Arbeni e thirri. Jo, qëndro. Të lutem. Ti je pjesë e kësaj gjithashtu. Ajo hezitoi, pastaj u afrua dhe vendosi një dorë ngushëlluese mbi supin e Borës. Ata qëndruan ashtu për një kohë të gjatë, duke qarë së bashku lotët që ishin mbajtur për shumë kohë. Kur më në fund u qetësuan, Vala ishte ende në prerin e Arbenit, Era e mbështetur në supin e tij, Lura duke mbajtur dorën e tij, Bora e ulur mjaftueshëm pranë sa gjunjët e tyre të prekshin. Ishte lidhja fizike më e afërt që kishin pasur që kur bota ishte shkatëruar. A mund t'ju tregoj diçka? Pyeti Arbeni, zëri i tij i ngjirur. Vajzat pohuan me kokë. Kam aq shumë frikë. Frikë se ju do të rriteni pa mamin tuaj. Frikë se nuk do të jem babai që ju duhet. Frikë se dashuria ime nuk do të jetë e mjaftueshme. Por ne të duam, babi, tha Bora. Dashuria jote është e mjaftueshme. Ne thjesht kemi nevojë që ti të jesh këtu. Vërtet. Jo vetëm trupi, por ti të ri. Ishin fjalë të thella për një fëmijë 5 vjeçar, por Bora gjithmonë kishte qenë e urtë përtej moshës së saj. Arbeni e përqafoi më fort. Do të provoj. Premtoj se do të provoj. Anila fshiu në mënyrë diskrete lotët e saj. Ajo nuk ishte punësuar për këtë, për të dëshmuar dhe lehtësuar shërimin e një familjeje të thyrë. Por po ndodhte dhe ajo ndjej e nderuar që merrte pjesë, edhe pse në një mënyrë të vogël. Në ditët në vijim, diçka themelore kishte ndryshuar. Arbeni nuk u kthye plotësisht në mënyrën si ishte para tragjedisë, kjo do të ishte e pamundur. Por filloi të ishte i pranishëm vërtet. Hante darkë me vajzat çdo natë. Ndihmonte me detyrat e shtëpisë. Lexonte tregime para gjumit. Bënte pyetje për ditën e tyre dhe vërtet dëgjonte përgjigjet. Dhe flisnin për nënën. Jo çdo ditë, jo vazhdimisht, por kur lindnin kujtime. Vala kujtonte një këngë që nëna këndonte. Era gjente një fustan që nëna kishte veshur.
Lura shite një flutur në kopsht dhe kujtonte se nëna i donte fluturat. Bora shfletonte albumet e fotove dhe tregonte momente speciale. Çdo herë që kjo ndodhte, Arbeni nuk ndryshonte temë as nuk largonte vështrimin. Ai merrte pjesë në kujtimet, shtonte tregimet e tij, linte që kujtesa e saj të ekzistonte në shtëpi përsëri. Dhe dhemt, aq sa ai kishte pasur frikë, por gjithashtu shëronte. Çdo fjalë e thënë me zë të lartë ishte një plagë e ekspozuar në ajër, duke djegur por duke filluar të mbyllet. Anila ndihmonte duke lehtësuar këto biseda kur ishte e nevojshme, por kryesisht qëndronte në plan të dytë, duke i lënë që ata të gjenin rrugën e tyre. Ajo kishte zinë e saj me të cilën duhej të përballej, plagët e saj që ishin ende të freskëta. Babai i foshnjës së saj kishte zgjedhur të mos ishte pjesë e jetës së tyre, dhe ai refuzim dhemt në mënyra që ajo ende po mësonte t'i procesonte. Por kishte diçka shëruese në të qenit pjesë e asaj familjeje, edhe si punonjëse. Në të parët Arbenin duke mësuar të jetë baba përsëri, në të parët vajzat duke hapur zemrat e tyre, në të ndjerët foshnjën e saj duke u rritur dhe lëvizur brenda saj ndërsa ishte i rrethuar nga aq shumë dashuri. Nuk ishte familja që ajo kishte imagjinuar për djalin e saj, por ishte dashuri reale dhe e prekshme, dhe kjo kishte rëndësi. Një natë, pasi vajzat kishin rënë të flinin, Arbeni gjeti Anilën në dhomën e ndenjes, duke masazhuar shpinën me shprehje të lodhur. Ai hezitoi në derë. A është çdo gjë mirë? A ke nevojë për diçka? Anila shikoi lart, e surprizuar. Vetëm lodhje normale e shtatzënisë. Asgjë e madhe. Ai hyri në dhomë dhe u ul në koltukun përballë saj. Dua të falenderoj për atë që ke bërë për vajzat e mia për mua. Anila tundi kokën. Vetëm po bëj punën time. Jo. Është më shumë se aq. Ti solle jetën mbrapsht në këtë shtëpi. Solle shpresë. Dhe nuk e di nëse ndonjëherë do të mund të falenderoj në mënyrë të duhur për këtë. T'ju shoh ju duke u rilidhur është gjithë falenderimi që më duhet, tha ajo sinqerisht. Vajzat tuaja janë fëmijë të jashtëzakonshëm. Vetëm kishin nevojë për hapësirë që të ishin fëmijë përsëri. Dhe ti ua dhe atë hapësirë. Ma dhe edhe mua, edhe pa e vënë re. Ata mbetën të ulur në heshtje komode për pak minuta. Ishte biseda e parë reale që kishin, vetëm ata të dy, pa vajzat pranë. Kishte një intimitet të çuditshëm në atë moment, dy të rritur të bashkuar nga kujdesi për të njëjtët fëmijë, nga fantazmat e humbjeve të ndryshme, por njësoj të dhimbshme. A mund të pyes diçka? Pyeti Arbeni. Nuk ke nevojë të përgjigjesh nëse nuk dëshiron. Mundesh. Babai i foshnjës. A e di ai? A i intereson? Anila heshti për një moment të gjatë. E di. Dhe jo, nuk i intereson. E bëri të qartë se një foshnjë nuk ishte në planet e tij. Që unë duhej ta zgjidhja këtë vetë. Më vjen keq. Edhe mua. Por e dini çfarë kuptova? Që ndonjëherë gjërat më të këqija që na ndodhin përfundojnë duke na çuar saktësisht atje ku duhet të jemi. Nëse ai do të kishte qëndruar, nëse do të kishte dashur të ishte baba, unë kur nuk do ta kisha kërkuar këtë punë. Kur nuk do t'i kisha njohur vajzat tuaja. Dhe ato u bën aq të rëndësishme për mua në një kohë aq të shkurtër. Arbeni pohoi me kokë, duke kuptuar më shumë se ç'imagjinonte ajo. Ai gjithashtu po fillonte të kuptonte se mbyllja emocionale që kishte mbajtur për aq shumë kohë nuk po mbroante askën. Po i izolonte të gjithë në ishuj të ndarë dhimbjeje. Gjërat ndryshojnë, tha ai më në fund. Ndonjëherë për keq. Ndonjëherë përfundimisht për mirë. Po filloi të besoj në këtë përsëri. Anila buzëqeshi. Është një fillim i mirë. Nëntori solli nxehtësi dhe premtimin e shirave të verës. Anila ishte pothuajse 7 muajshe shtatzën dhe mjeku i saj kishte rekomanduar që të reduktonte ritmin. Ajo protestoi, nuk donte t'i linte vajzat, por Arbeni insistoi që ajo të ndiqte orientimet mjekësore. Punsoi një asistente të përkohshme për të ndihmuar me detyrat më të rënda, por Anila vazhdonte të ishte prania konstante që vajzat kërkonin. Ndryshimet në dinamikën familjare ishin të dukshme për çdo që vizitonte vilën. Zonja Fatime komentonte me punonjëset e tjera se si shtëpia ishte kthyer të kishte jetë. Kishte zëra, të qeshura, madje edhe diskutime të rastit që ishin të shëndetshme dhe normale.
Ngurtësia që kishte përshkuar çdo dhomë ishte zëvendësuar nga diçka më e lehtë, më e frymëmarrshme. Arbeni kishte filluar të punonte nga shtëpia 2 herë në javë. Instaloi një zyrë të improvizuar në një nga dhomat e miqve në katin e poshtëm për të qenë më afër kur vajzat të ktheheshin nga shkolla. Ato ishin mësuar të trokisnin në derën e tij për të treguar punët e shkollës, për të treguar diçka interesante që kishin mësuar, ose thjesht për të verifikuar nëse ai ishte ende aty. Një pasdite, Vala hyri me vrap në zyrë me një letër në dorë. Babi, shiko çfarë kam vizatuar në shkollë. Arbeni ruajti dokumentin në të cilin po punonte dhe ktheu karrigen drejt saj. Vala u ngjit në prerit e tij, diçka që e bënte shpesh tani, dhe zgjati vizatimin. Ishte një familje. Një burr i gjatë, 4 vajza të vogla identike dhe anash një grua me një bark të madh të vizatuar në pa. Është familja jon, shpjegoi Vala, duke treguar çdo figurë. Ti, unë, Bora, Lura, Era, Anila dhe Foshnja. Arbeni studioi vizatimin, një emocion i çuditshëm i shtrëngoi gjoksin. Vala kishte përfshirë Anilën dhe Foshnjën si pjesë të familjes. Dhe teknikisht, ata nuk ishin. Anila ishte një punonjëse, ndonse një shumë e dashur. Foshnja nuk kishte asnjë lidhje me ta. Por për Valën dhe ndoshta edhe për vajzat e tjera, ata tashmë bënin pjesë në diçka më të madhe. Është shumë i bukur, bi. Do ta mbaj mbi tavolinën time. Vala buzëqeshi e kënaqur dhe doli me vrap për t'ia treguar Anilës. Arbeni shikoi përsëri vizatimin. 6 figura të kapura për dore, një diell gjigant në qoshe, lule rreth e rrotull. Përfaqësimi fëminor i familjes. Dhe ai e gjeti veten duke pyetur se kur kishte qenë hera e fundit që vajzat kishin vizatuar familjen e plotë. Kur kishte qenë hera e fundit që ishin ndjerë të plota. Atë natë, pas darkës, Arbeni sugjeroi diçka të paprecedent. Po sikur të përgatisnim dhomën e miqve në katin e dytë, ta shndërrojmë në një dhomë për Foshnjën? Për kur të lindë djali i Anilës? Vajzat shpërthyen në entuziazëm. Anila, që po mblidhte pjatat, ndaloi dhe e shikoi e surprizuar. Zoti Hoxha, nuk është e nevojshme. Po planifikoja ta mbaja Foshnjën në dhomën time muajt e parë. Por ti banon këtu tani, argumentoi Arbeni. Dhe do të vazhdosh të banosh pasi ai të lind, apo jo? Ka kuptim të ketë një hapësirë të përshtatshme për të. Vajzat mund të ndihmojnë në dekorim. Mund të jetë një projekt për të gjitha ju. Anila nuk dinte çfarë të thoshte. Ishte një gest bujarie që shkonte shumë përtej pritshmërive të saj. Nuk di çfarë të them. Është shumë bujare nga ana juaj. Babi, a mund t'i lyejmë muret? Me të kaltër apo të verdh, pyeti Bora e gëzuar. Dhe të vendosim vizatime në mur, shtoi Era. Dhe të zgjedhim mobiljet? Lura donte të dinte. Dhe të bëjmë perde me ngjyra, plotësoi Vala. Arbeni shikoi Anilën. A mundemi? Ai pyeti, duke e bërë të qartë se vendimi final ishte i saj. Sytë e Anilës u mbushën me lodh. Hormonet e shtatzënisë, shpjegoi ajo shpejt duke fshirë fytyrën. Sigurisht që mundeni. Do të ishte e mrekullueshme. Projekti i dhomës së Foshnjës u bë fokusi i gjithë shtëpisë. Në fundjavën pasardhëse, Arbeni i çoi të gjitha në një dyqan mobiliesh për Foshnja në Tiranë. Ishte hera e parë që dilnin bashkë si familje që para tragjedisë. Gjatë rrugës, vajzat bisedonin të gëzuara në ndenjësen e pasme të makinës. Anila e ulur përpara pranë Arbenit, një dorë pushonte në barkun që nuk ndalonte së rrituri. Në dyqan, vajzat vrapuan nga njëra anë në tjetrën, duke eksploruar krevatet, komodat, karriget lëkundëse. Secila kishte një mendim të fortë për atë që duhej blerë. Bora preferonte çdo gjë në nuanca të së kaltërtës. Lura pëlqente të verdhën. Era donte të gjelbrën. Vala ishte e ndarë mes rozës dhe vjollcës. Anila përpiqej t'i moderonte, duke shpjeguar se duhej të zgjidhnin ngjyra neutrale, pasi nuk e dinin nëse do të ishte djalë apo vajzë. Por Arbeni, çuditërisht, i inkurajoi vajzat të shprehnin mendimet e tyre. Mund të bëjmë një kombinim, sugjeroi ai. Ndoshta mobilje të bardha me detaje me ngjyra? Ata kaluan orë të tëra në dyqan. Arbeni kërkonte mendimet e Anilës për cilësinë dhe funksionalitetin, por linte që vajzat të merrnin vendimet për estetikën.
Në fund, blen një krevat të bardhë të konvertueshëm, një komod që do të shërbente. Edhe si tavolin ndërrimi, një koltuk komod për ushqyerjen dhe aksesor të ndryshëm dekorativ që përfshinin të gjitha ngjyrat e preferuara të vajzave. Shitësi i vëzhgonte me një buzëqeshje. Ju formoni një familje shumë të bukur. Sa fëmijë keni? Arbeni hapi gojen për të korrigjuar, për të shpjeguar se foshnja nuk ishte i tij, që Anila punonte për të, por fjalët nuk dolën. Sepse duke i parë nga jashtë, ata vërtet dukeshin si një familje. Një baba, vajzat e tij, gruaja 7 zën. Imazhi i përsosur i një bërthame familjare. 5. U përgjigj Vala para se dikush të mund të thoshte diçka. Ne të katërta dhe foshnja që do të lindë. Shitësi buzëqeshi dhe nuk bëri më pyetje. Arbeni shmangu vështrimin e Anilës, e cila dukej po aq e zënë ngushtë me supozimin, por nuk deshi të korrigjonte para vajzave. Në makinë duke u kthyer në shtëpi, Bora e hapi temën. Njerëzit do të mendojnë se foshnja është vëllai ynë i vërtetë. A është kjo keq? Anila u kthye në ndenjëse. Nuk është keq. Por është e rëndësishme që ju të kuptoni se ai nuk është vërtet vëllai juaj nga gjaku. Ai është djalë vetëm imi. Por mund të jetë vëllai i zemrës, apo jo, pyeti Lura. Mësuesja tha se familja nuk është vetëm kush ka të njëjtin gjak. Është kush ne zgjedhim të duam. Anila shikoi Arbenin duke kërkuar mbështetje. Ai mbajti sytë në rrugë, por pohoi lehtë me kokë. Është e drejtë. Familja është kush zgjedhim. Atëherë ai është vëllai ynë, deklaroi Vala me sigurinë e thjeshtë të fëmijërisë. Sepse ne zgjedhim. Gjatë javës pasardhëse, shtëpia hyri në gjendje përgatitjeje. Dhoma e miqve u zbraz dhe u pastrua. Arbeni punsoi lyrës profesionist, por vajzat insistuan të ndihmonin. Ai përfundoi duke bler përparse të vogla dhe furça të përshtatshme për fëmijë dhe ia kushtoi një të shtunë të tërë që ato të lyenin një mur me duart e tyre. Ishte kaotike dhe e rrëmujshme. Boja u spërkat në dy sheme, në rroba, madje edhe në fytyrat e vajzave. Por të qeshurat ishin konstante dhe të sinqerta. Arbeni lyente pranë tyre, duke pranuar sugjerime dhe korrigjime, duke qeshur kur Vala aksidentalisht leu një vi të kaltër në krahun e tij. Anila mbikëqyrte nga një karrige komode, duart e saj pushonin në barë. Foshnja ishte veçanërisht aktiv atë ditë, duke shkelmuar dhe lëvizur vazhdimisht. Vajzat vinin të verifikonin çdo pak minuta, duke vendosur duart e bëra me bojë në barkun e saj për të ndjerë lëvizjet. Ai është i lumtur, deklaroi Era pasi ndjeu një shkelm të fortë. Ai e di që po bëjmë dhomën e tij. Anila buzëqeshi. Mendoj se ke të drejtë. Në fund të ditës, muri ishte lyer në një mënyrë të parregullt, por magjepsëse. Nuancat e të kaltrës, të verdhës, të gjelbrës dhe vjollcës përziheshin në një ylber të bullë. Nuk ishte i përsosur, por ishte bërë me dashuri, dhe kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Atë natë, pasi vajzat ranë të flinin, Arbeni gjeti Anilën në verandën e pasme, duke parë yjet. Ajo kishte një filxhan çaji në duar dhe duke e humbur në mendime. A mund të bashkohem me ty? Pyeti ai. Anila pohoi me kokë, duke u zhvendosur lehtë për të bërë vend në stol. Arbeni u ul, duke mbajtur një distancë respektive dhe mbeti në heshtje për pak momente. Faleminderit, tha Anila më në fund. Për të gjithë këtë. Për dhomën, mobiljet, për faktin që i pe vajzat të përfshiheshin aq shumë. Nuk kishe nevojë të bëje asgjë nga këto. Desha ta bëja. Ato janë aq të gëzuara. Dhe sinqerisht, po i bën mirë atyre të fokusohen në diçka pozitive. Diçka që përfaqëson një fillim të ri, jo humbje. Anila u kthye për ta parë. Si je ti? Vërtet? Arbeni mendoi për pyetjen. Askush nuk e pyeste këtë prej shumë kohësh. Njerëzit supozonin se ai ishte mirë sepse po funksiononte, po punonte, po mbante çdo gjë bashkë. Por Anila po pyeste vërtet dhe ai ndjeu se i detyrohej një përgjigje të sinqertë. Më mirë. Ende dhemt çdo ditë. Ende ka momente kur harroj për një sekond dhe pres ta shoh duke zbritur shkallët apo të dëgjoj zërin e saj duke thirrur vajzat. Por po bëhet më e lehtë t'i kujtoj gjërat e mira pa qenë dhimbja e padurueshme. Vajzat ndihmojnë. Ti ndihmon. Unë? Si? Ti tregove se është e mundur të vazhdosh përpara pa harruar.
se është e mundur të ndërtosh diçka të re pa e fshirë të kaluarën. Ti je shtatzën me një foshnjë të një burri që të braktisi, por nuk po e lë këtë të shkatërroj. Po zgjedh gëzimin. Po zgjedh shpresën. Kjo i frymëzoi vajzat e mia, më frymëzoi edhe mua. Anila mbeti në heshtje, duke procesuar fjalët e tij. Nuk e di nëse jam aq e fortë sa mendon ti, shumicën e ditëve jam ende e frikësuar. E frikësuar ta bëj këtë vetëm, të mos jem mjaftueshëm e mirë, të dështoj me djalin tim. Nuk do të dështosh. Tashmë e shoh se si je me vajzat e mia, ti ke diçka që nuk mund të mësohet. Ti kujdesesh vërtet. Ti je e pranishme. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që një fëmijë ka nevojë. Dhe nëse nuk është e mjaftueshme, gjithmonë do të jetë e mjaftueshme sepse ti gjithmonë do të provosh. Kjo është ajo që ka rëndësi. Jo për sosmëria, por përpjekja konstante dhe dashuria e pakushtëzuar. Ata mbetën të ulur aty për më shumë kohë, duke biseduar për gjëra të vogla dhe të mëdha. Për shpresat dhe frikërat. Për të kaluarën dhe të ardhmen. Ishte një intimitet i ndryshëm nga ai që Arbeni kishte ndarë me bashkëshorten, por ishte intimitet gjithsesi. Një lidhje e ndërtuar mbi mirëkuptimin e ndërsjellë dhe rrethanat e përbashkëta. Kur Anila më në fundu ngrit për të shkuar në gjumë, Arbeni e shoqëroi deri te dera e dhomës së saj. Natën e mirë, Anila. Natën e mirë, Arben. Dhe këtë herë, ajo përdori emrin e tij të parë, jo Zoti Hoxha, dhe ai kuptoi se diçka kishte ndryshuar mes tyre. Një barrierë ishte rrëzuar, dhe ndonë se ai nuk e dinte saktësisht se çfarë do të thoshte kjo, nuk u ndjei i frikësuar nga kjo. Dhjetori mbërriti me ditët e tij të gjata dhe të nxehta. Anila ishte pothuajse 8 muajshe shtatzën, dhe mjeku i kishte orientuar regjim pjesërisht. Arbeni insistoi që ajo të mos bënte asgjë tjetër përveç se të mbikëqyrte vajzat, dhe punsoi ndihmë ekstra për të gjitha detyrat e shtëpisë. Anila protestoi, duke ndjerë se nuk po e kryente punën e saj në mënyrë të duhur, por ai ishte i prerë. Ti tashmë ke bërë më shumë për këtë familje se sa çdo sasi parash mund të paguante. Tani na lër të kujdesemi edhe ne për ty. Vajzat e morën misionin e kujdesit për Anilën shumë seriozisht. Sillnin jastëk për të mbështetur shpinën e saj, kërkonin ujë të ftohtë pa e kërkuar ajo, bënin vizatime për ta gëzuar kur dukej e lodhur. Ato ishin bërë infermiere të vogla të dedikuara, dhe Anila e shihte veten vazhdimisht të prekur nga aq shumë dashuri. Dhoma e foshnjës ishte pothuajse gati. Mobiljet kishin mbërritur dhe ishin montuar. Muret e lyera nga vajzat ishin mbuluar me një shtresë profesionale boje, por Arbeni i kishte kërkuar lyerësit që të linte një pjesë të murit origjinal të dukshëm, duke ruajtur punën e vajzave. Perdet të lehta filtrojnë dritën e diellit dhe raftet mbanin libra fëmijësh, lodra pellushi dhe vizatimet që vajzat kishin bërë për foshnjën. Në një pasdite veçanërisht të nxehtë, Anila po pushonte në divanin e dhomës së ndenjes. Vajzat ishin kthyer nga shkolla dhe po bënin detyrat e shtëpisë në tavolinën e ngrënies në mbikëqyrjen e zonjes Fatime. Arbeni kishte mbërritur herët nga zyra, siç po bënte çdo herë me më shumë frekuencë. Ai e gjeti duke fjetur lehtë, një dorë pushonte në mënyrë mbrojtëse mbi barkun e saj. Ai ndaloi në derë duke vëzhguar. Kishte diçka serene në atë imazh. Paqe. Dhe ai kuptoi me një hovë se nuk ndjente atë shtrëngim të njohur në gjoks kur e shikonte. Nuk ndjente faj se ndjente diçka përtej dhimbjes konstante. Anila hapi sytë dhe e gjeti duke e parë. Ajo buzëqeshi e përgjumur. Më fal, më zuri gjumi. Kjo nxehtësi më lë të raskapitur. Nuk ka nevojë të kërkosh ndjes. Ti duhet të jesh duke pushuar vërtet. Si po ndjehesh? Gjigante. Pa komoditet. Me padurim për ta njohur këtë të vogël. Përgjigjet erdhen me një buzëqeshje, duke hequr çdo ankesë reale prej tyre. Arbeni u ul në koltukun pranë. Mungon pak tani. 5 javë, pak a shumë. Duket një amshim dhe asnjë kohë në të njëjtën kohë. Jam nervoze. Është e natyrshme. Por ti do t'ja dalësh shumë mirë. Dhe nuk do të jesh vetëm. Ne do të ndihmojmë me çdo gjë që do të kesh nevojë. Ne. Fjala përfshinte jo vetëm atë por edhe vajzat. I përfshinte të gjithë ata si një njësi. Anila ndjeu emocionin t'i shtrëngonte fytin. Ju tashmë keni bërë aq shumë. Më shumë se ç'mund të kisha pritur.
Ishte foshnja ai që zgjodhi të bënte diçka që askush prej tyre nuk e priste. Ai shkelmoi fort dhe Anila bëri një grimas të pavullnetshme, dora e saj fluturoi në anën e barkut ku kishte ndodhur shkelmi. Arbeni u anua përpara, i shqetësuar. A është çdo gjë mirë? Është. Ai thjesht është shumë aktiv sot. Shkelmat e tij po bëhen më të fortë. Mendoj se po mbetet pa hapësirë aty brenda. A mundem? Pyeti Arbeni, i hezituar, dora e tij e ngritur por pa e prekur. Anila kuptoi atë që ai po kërkonte. Mundesh, u përgjigj ajo butësisht. Arbeni vendosi dorën në anën e barkut të saj, i butë dhe respektiv. Për një moment asgjë nuk ndodhi. Pastaj foshnja lëvizi, një shtytje e fortë dhe e pagabueshme kundër pëllëmbës së tij. Arbeni mori frym thellë, sytë e tij u zgjeruan. Ai është i fortë, përshpëriti Arbeni, i mrekulluar. Dhe i vendosur. Mendoj se do të ketë personalitet. Ata qëndruan ashtu për pak minuta, dora e Arbenit në barkun e Anilës, duke ndjerë lëvizjet e foshnjës. Ishte intime në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk e kishte parashikuar. Jo romantike, por thellësisht e lidhur. Dy të rritur duke ndarë një moment mahnitjeje për jetën e re që po vinte. Vajzat hynë me vrap në dhomë në atë çast dhe ndaluan menjëherë kur pan baban me dorën në barkun e Anilës. Bora ishte e para që foli. Apo shkelmon foshnja? Po shkelmon, po, konfirmoi Anila. A doni ta ndjeni? Të katërta u grumbulluan rreth e rrotull, duke vendosur duart e vogla ku dora e Arbenit ende pushonte. Foshnja, sikur po mburrej, dha një seri shkelmash dhe shtytjesh të forta. Vajzat bërtitën nga gëzimi. Ai e di që jemi ne, tha Vala me bindje absolute. Ai e njeh familjen tonë. Arbeni shikoi vajzat e tij, gëzimin e pastër në fytyrat e tyre dhe ndjeu diçka brenda tij të riorganizohej. Ato e kishin ndërtuar këtë lidhje me një foshnjë që as nuk kishte lindur ende. Kishin zgjedhur ta donin, kishin zgjedhur ta përfshinin në jetët e tyre, kishin zgjedhur të zgjeronin atë që do të thoshte të jesh familje. Dhe ai kuptoi se kishte një zgjedhje gjithashtu. Mund të mbante muret që kishte ndërtuar rreth zemrës së tij, mund të vazhdonte të jetonte në një gjendje zie të përhershme, ose mund të zgjidhte të merrte pjesë në këtë konfigurim të ri familjeje që po formohej. Jo për të zëvendësuar atë që kishte humbur, kjo kur nuk do të ishte e mundur as e dëshirueshme, por për të lejuar që diçka e re të rritej pranë kujtimeve. Atë natë, ai mori një vendim. Pasi vajzat ranë të flinin, ai i kërkoi Anilës të bisedonte me të në zyrë. Ajo erdhi, kurioze dhe lehtësisht e shqetësuar. A ndodhi diçka? Jo. Vetëm dua të diskutoj disa rregullime praktike. Kur të lind foshnja, ti do të kesh nevojë për kohë për të rikuperuar dhe për shtatur. Dua që ta dish se puna jote është e garantuar dhe se mund të marrësh sa kohë të duash. Me rrogë të plot, sigurisht. Anila mbeti e prekur por e konfuzuar. Arben, kjo është ekstremisht bujare, por nuk është e nevojshme. Ligji kërkon vetëm 4 muaj leje lindjeje. Nuk po flas për atë që kërkon ligji. Po flas për atë që ti meriton. Ti e shndërrove këtë shtëpi. U dhe vajzave të mia diçka që unë nuk mundesha t'ua jepja. I leje ato të donin përsëri. Më le mua të dua përsëri. Kjo nuk ka çmim. Anila u ul ngadalë duke procesuar fjalët e tij. Ti po thot se dëshiron që unë të vazhdoj të punoj këtu pasi të lind foshnja? Po thot më shumë se aq. Dua që ti dhe djali yt të bëheni pjesë e kësaj familjeje. Jo vetëm si punonjës, por si antar real. Vajzat tashmë e konsiderojnë vëlla. Unë do të dëshiroja të kisha mundësinë të isha një prani atërore në jetën e tij, nëse ti e lejon. Heshtja që pasoi ishte e rëndë me kuptim. Anila e shikonte sikur po e shite për herë të parë. Arben, nuk di çfarë të them. Kjo është shumë. Nuk ka nevojë të vendosësh tani. Vetëm desha ta dije se opsioni ekziston. Që ti nuk je vetëm në këtë. Që ne, vajzat dhe unë, duam të jemi këtu për ju të dy. Lotët rodhen në fytyrën e Anilës. Pse? Pse do ta bëje këtë për mua? Ti po thuaj se nuk më njeh. Sepse ti na njeh ne. I njeh vajzat e mia në një nivel që pak njerëz munden. E njeh dhimbjen e tyre, frikrat e tyre, gëzimet e tyre.
Dhe ti më tregove mua se si të kthehem t'i shoh ato. Si të kthehem të jem baba i vërtet. Ky është një borxh që kur nuk do të mund ta paguaj. Nuk është një borxh. Unë nuk bëra asgjë duke pritur pagesë. E di. Dhe është pikërisht kjo arsyeja pse dua ta bëj këtë. Sepse ti jep pa pritur asgjë në këmbim. Sepse ti do sinqerisht. Dhe djali im meriton të dik ashtu. Vajzat e mia meritojnë. Unë meritoj. Dhe djali yt gjithashtu meriton. Anila fshiu lotët. Më duhet të mendoj. Kjo është shumë e madhe, shumë ndryshime për t'u procesuar me njëherë. Sigurisht. Merr kohën që të duhet. Oferta do të vazhdoj të jetë në këmbë. Ata u ndan atë natë me shumë gjëra për të menduar. Anila u shtri në krevatin e saj, duart në bark, duke ndjer djalin e saj të lëvizte. Ajo kishte ardhur në atë shtëpi e dëshpëruar dhe shtatzën, e refuzuar nga aq shumë, duke pritur vetëm një rrogë për të mbijetuar. Dhe kishte gjetur diçka që as nuk e dinte se po e kërkonte. Familje. Përkatësi. Dashuri që nuk kërkonte asgjë tjetër veç se të pranohej. Arbeni mbeti zgjuar në dhomën e tij, duke parë tavanin në errësirë. Kishte një portret të kornizuar të bashkëshortes së tij në tavolinën e natës. Ai e mori, duke kaluar gishtat lehtë mbi xham. Më fal, përshpëriti ai. Më fal që u humba për aq shumë kohë. Më fal që dështova me vajzat tona. Por po përpiqem ta rregulloj tani. Po përpiqem të jem babai që ti doje që unë të isha. Nuk pati përgjigje, sigurisht. Por Arbeni ndjeu për herë të parë që kur e kishte humbur, se ishte në rregull të vazhdonte përpara. Që ajo do ta kishte kuptuar. Që ajo do të kishte dashur që ai dhe vajzat të gjenin lumturinë përsëri, edhe nëse do të ishte në një konfigurim të ndryshëm nga ai që kishin planifikuar. Ditët pasardhëse ishin plot me përgatitje finale. Çanta për spital u përgatit. Numrat e emergjencës u ngjitën në frigorifer. Një ndenjëse makine për foshnja u instalua. Vajzat bën kartolina mirëseardhjeje dhe i varën në dhomën e foshnjës. Një pasdite, Vala pati një ide. Ajo erdhi me vrap tek Anila me markera me ngjyra që laheshin në duar. Anila, a mund të vizatoj në barkun tënd? Si atë herën që bëm vizatime në orën e artit. Anila qeshi. Sigurisht që mundesh. Por çfarë të vizatosh? Vala mendoi për një moment. Një mesazh mirëseardhjeje. Që kur foshnja të lind, ai ta di se është tashmë i dashur. 3 vajzat e tjera u bashkuan me njëherë. Anila u shtri në divan, duke ngritur lehtë bluzën për të ekspozuar barkun. Vajzat u ulën në gjunjë rreth saj, secila duke zgjedhur një ngjyrë të ndryshme. Ato vizatuan me kujdes. Lule, yje, zemra, diej. Zhgaravina të vogla që përfaqësonin dashurinë e tyre në mënyrën se si fëmijët 5 vjeçar din ta shprehin. Dhe pastaj, duke punuar së bashku, shkruan diçka. Shkronja të dridhura dhe të pabarabarta, por të lexueshme. Vëlla. Kur mbaruan, shikuan Anilën me krenari. Tani ai e di, tha Era. E di që tashmë ka një familje që po e pret. Anila shikoi barkun e saj të dekoruar, fjalën e shkruar në 4 ngjyra të ndryshme, dhe ju desh të kafshonte buzën për të mos qarë. Faleminderit, vajza. Kjo është gjëja më e bukur që dikush ka bërë ndonjëherë për mua. Ishte në atë moment që Arbeni hyri në dhomë. Ai kishte ardhur të shite pse ishte aq heshtje. Ndaloi në derë duke parë skenën. Anilën të shtrirë në divan, barkun e saj të mbuluar me vizatime me ngjyra, me një fjalë që dallohej në qendër. 4 vajzat e tij të ulura në gjunjë rreth saj, duke buzëqeshur, krenare për punën e tyre. Dhe diçka brenda tij u thye. Të gjitha mbrojtjet që kishte mbajtur, të gjitha muret që kishte ndërtuar, e gjithë dhimbja që kishte ruajtur. Çdo gjë erdhi në sipërfaqe menjëherë. Ai filloi të qante, lotët binin lirshëm, dhe këtë herë nuk u përpoq t'i fshite as t'i ndalonte. Vajzat vrapuan tek ai, të frikësuara kur e pan duke qarë. Babi, çfarë ke? A bëm diçka gabim? Arbeni u ul në gjunjë dhe i tërhoqi në një përqafim. Jo, nuk bëtë asgjë gabim. Bëtë çdo gjë mirë. Ju jeni aq të përsosura, aq të afta për të dashuruar, aq guximtare. Dhe unë ndjej aq shumë krenari që jam babai juaj.
Ai shikoi mbi kokat e tyre tek Anila, e cila ishte ulur dhe po vëzhgonte me lot në sytë e saj. Faleminderit, i tha ai asaj. Për çdo gjë. Që solle jetën mbrapsht në këtë shtëpi. Që u tregove vajzave të mia se është e sigurt të duash. Që më tregove mua se mund të jem një baba më i mirë. Anila vetëm pohoi me kokë, emocion i tepërt për fjalë. Foshnja shkelmoi fort, sikur po i përgjigjej momentit, dhe të gjithë qeshën përmes lotëve. Java e fundit e dhjetorit solli një rutinë të re dhe kurioze. Vajzat kishin bërë një kalendar shtëpiak duke shënuar ditët deri në datën e parashikuar për lindjen e foshnjës. Çdo mëngjes zgjoheshin dhe fshinin edhe një ditë, duke numëruar me zë të lartë sa kishin mbetur. Ankthi ishte i prekshëm por i lumtur, një pritje që mbushte shtëpinë me energji pozitive. Anila kishte hyrë zyrtarisht në lejen e lindjes, ndonse teknikisht ende banonte në vilë dhe kalonte pjesën më të madhe të kohës me vajzat. Mjeku i saj kishte rekomanduar që ajo të lëvizte sa më pak të ishte e mundur, dhe Arbeni e kishte shndërruar dhomën e ndenjes në një hapësivë komode për të, me jastëk, libra dhe çdo gjë që mund t'i duhej në dorë. Vajzat ndërroheshin për t'i bërë shoqëri Anilës. Sillnin librat e tyre të shkollës dhe bënin detyrat e shtëpisë të ulura në dysheme pranë divanit ku ajo pushonte. Tregoni histori për ditën në shkollë, për mësueset, për shokët. Anila i dëgjonte të gjitha me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje dhe duke u interesuar për çdo detaj të jetës së tyre. Arbeni i vëzhgonte këto ndërveprime sa herë që ishte në shtëpi. Shihte se si Anila ishte bërë qendra emocionale e familjes, personi drejt të cilit të gjithë gravitonin natyrshëm. Dhe ai kuptonte, me një përzierje surprize dhe pranimi, se kishte zhvilluar ndjenja për të që shkonin përtej mirënjohjes apo respektit profesional. Nuk ishte e njëjta gjë që kishte ndjerë për bashkëshorten e tij. Ajo kishte qenë dashuri e re, intensive, e ndërtuar përgjatë viteve. Kjo ishte ndryshe. Ishte më e butë, më e pjekur, e lindur nga rrethana të vështira dhe mirëkuptim i ndërsjell. Ishte dashuri gjithashtu, ai e njihte, por e një lloj që ai nuk e kishte njohur më parë. Ai nuk planifikonte të bënte asgjë për këto ndjenja. Anila ishte gati të kishte një foshnjë, ishte e brish, varej nga ai financiarisht. Do të ishte e gabuar, ndoshta edhe grabitqare, të deklaronte diçka tani. Kështu që ai i ruante këto ndjenja për vete, duke i lejuar vetes vetëm të ishte më i pranishëm, më i vëmendshëm, më shumë vetvetja rreth saj. Një natë, pak ditë para vitit të ri, Arbeni gjeti Anilën zgjuar vonë natën në kuzhinë. Ajo ishte ulur në tavolinë me një filxhan çaji, duke parë nga dritarja kopshtin e ndriçuar nga hëna. Nuk mund të flesh, pyeti ai butësisht për të mos e trembur. Anila u kthye dhe buzëqeshi e lodhur. Ai nuk ndalon se lëvizuri. Mendoj se po përgatitet për debutimin e madh. Arbeni i shërbeu ujë vetes dhe u ul në tavolinë me të. A mund të pyes diçka personale? Mundesh. A ke frikë? Nga lindja, nga të qenit nën, nga çdo gjë që do të vijë? Anila heshti për një moment duke konsideruar pyetjen. Kam. Shumë frikë, në fakt frikë se nuk do të jem mjaftueshëm e mirë, se nuk do të di çfarë të bëj kur ai të qaj, se do të gaboj në mënyra që do ta shënojnë atë për gjithmonë. Por jam edhe e gëzuar. Me padurim për ta njohur, për të parë fytyrën e tij, për të zbuluar kush është ai. Ti do të jesh një nën e mrekullueshme. Tashmë e shoh këtë në mënyrën se si je me vajzat e mia, faleminderit. Kjo do të thotë shumë, veçanërisht duke ardhur nga ti vajzat më treguan disa tregime për nënën e tyre. Ajo dukej e mahnitshme. Ishte, konfirmoi Arbeni, dhe për herë të parë arriti të fliste për bashkëshorten pa ndjer atë dhimbje të mprehë. Ajo ishte e duruar, krijuese, gjithmonë e dinte gjën e duhur për të thënë apo bërë. Vajzat janë shumë të ngjashme me të. Bora ka vendosmërinë e saj. Lura ka mirësinë e saj. Era ka gëzimin e saj. Dhe Vala ka ndjeshmërinë e saj. Edhe ti ke cilësi të mrekullueshme që po ua kalon atyre. Forcën tënde, qëndrueshmërinë tënde, aftësinë tënde për të siguruar dhe mbrojtur. Nuk ndjehem shumë i fortë. Kalova vitin e fundit duke ikur nga emocionet, duke u fshehur në punë, duke dështuar me to në mënyrat më themelore. Por ti je këtu tani. I pranishëm. Duke u përpjekur. Kjo është ajo që ka rëndësi. Jo nga ku fillojmë, por ku shkojmë. Vajzat e din që ti do e din që po përpiqesh. Dhe kjo është çdo gjë që u duhet.
Arbeni e shikoi atë për mënyrën se si drita e butë e kuzhinës ndriçonte fytyrën e saj dhe ndjeu zemrën e tij të shtrëngoi. Si u bëre aq e urtë? Anila qeshi butësisht. Nuk jam e urtë. Vetëm po mësoj rrugës. Ashtu si të gjithë ne. Ata mbetën të ulur aty për më shumë kohë, duke biseduar për gjëra të vogla dhe të vërteta të mëdha. Për mënyrën se si jeta rrallë ndiqte planet që bënim. Për mënyrën se si bekimet më të mëdha ndonjëherë vinin të maskuara si tragjedi. Për mënyrën se si familja mund të ndërtohej, jo vetëm të lindte. Kur më në fund u ngritëm për të shkuar në gjumë, Arbeni bëri diçka impulsive. Mori dorën e Anilës dhe e mbajti për një moment. Nuk ka rëndësi çfarë ndodh, ti nuk je vetëm në këtë. Ne jemi këtu. Unë jam këtu. Anila i shtrëngoi dorën mbrapsht, sytë e saj shkëlqenin nga emocioni. E di. Dhe nuk mund të shpreh sa shumë do të thotë kjo për mua. Mbrëmja e vitit të ri u festua në shtëpi. Arbeni kishte anuluar të gjitha angazhimet sociale, duke zgjedhur ta kalonte natën me vajzat dhe Anilën. Zonja Fatime kishte përgatitur një darkë speciale dhe ata hëngrën të gjithë bashkë në dhomën e madhe të ngrënies që rrallë përdorej. Vajzat ishin të gëzuara, duke veshur fustane të bukura që kishin zgjedhur veçanërisht për rastin. Anila vishte një fustan shtatzënie të thjeshtë por elegant dhe Arbeni kishte lënë kostumin formal në favor të rrobave më rastësore. Atmosfera ishte festive por intime, një festim privat i një familje që ishte formuar nga hiri i humbjeve dhe zhgënjimeve. Pas darkës, u mblodhen në dhomën e ndenjes. Arbeni i kishte lejuar vajzat të qëndronin zgjuar deri në mesnatë për herë të parë. Ato ishin të vendosura të mos e humbnin momentin, edhe pse sytë e tyre ishin tashmë të rënduar nga gjumi. Le të bëjmë një traditë, sugjeroi Bora pa pritur. Çdo kush duhet të thotë një gjë që dëshiron për vitin e ri. Vajzat e tjera ranë dakord me entuziazëm. Era filloi. Dua që foshnja e Anilës të lindë me shëndet dhe që ai të pëlqej të luajë me ne. Lura ishte e radhës. Dua që Anila të qëndrojë përgjithmonë dhe të mos ikë kurrë. Vala mendoi për një moment. Dua që babi të vazhdoj të buzëqesh siç ka buzëqeshur kohët e fundit. Më pëlqen kur ai buzëqesh. Arbeni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Vëzhgimet e vajzave ishin aq të thjeshta por aq të thella. Bora shikoi baban, duke pritur që ai të ishte i radhës. Dua që të gjithë ju të jeni të lumtur, tha Arbeni, zëri i tij i ngjirur. Dua të jem babai që ju meritoni. Dhe dua ta dini se mami juaj do të ishte shumë krenare për vajzat e jashtëzakonshme që po bëheni. Të katër vajzat u hodhën mbi të në një përqafim kolektiv. Ai i mbajti fort, duke puthur çdo kokë të vogël. Po ti, Anila, pyeti Bora kur u ndan. Çfarë dëshiron ti për vitin e ri? Anila shikoi rreth dhomës, tek Arbeni dhe katër vajzat që ishin bërë aq të rëndësishme për të në një kohë aq të shkurtër. Dua që kjo familje, në këtë mënyrë siç është tani, të vazhdoj të rritet në dashuri dhe mirëkuptim. Dhe dua që djali im të ketë fatin të rritet i rrethuar nga ju. Kur mesnata mbërriti, ata numëruan mbrapsht së bashku. 10, 9, 8. Zërat përziheshin, të lartë dhe të gëzuar. 3, 2, 1. Gëzuar vitin e ri. Përqafime u shkëmbyen, urime për lumturi u shprehen. Vajzat ishin euforike por dukshëm të raskapitura. Arbeni i çoi në krevat duke i puthur për natën e mirë. Kur u kthye në dhomë, Anila ishte në verandë duke parë fishekzjarët që shpërthenin në qiellin e largët. Ai u bashkua me të dhe për një moment mbetën vetëm duke vëzhguar ngjyrat që ndriçonin natën. Pastaj Anila foli, zëri i saj i ulët. Faleminderit, Arben. Për çdo gjë. Që më dhe një shans kur askush tjetër nuk e bëri. Që pranove djalin tim. Që e ndërtove këtë me ne. Arbeni u kthye për ta parë. Anila, më duhet të them diçka. Dhe ti nuk ke nevojë të përgjigjesh tani ose kurrë nëse nuk dëshiron. Por më duhet ta dish. Ajo e shikoi atë, kurioze dhe lehtësisht e shqetësuar. Unë u dashurova me ty, nuk e planifikova, nuk e prisja, por ndodhi. Dhe nuk është vetëm mirënjohje apo vlerësim. Është dashuri e vërtetë. Ti më tregove se si të jetoj përsëri. Si të jem baba përsëri.
si ta hap zemrën edhe kur mendova se ishte thyer tepër për t'u rregulluar. Anila mbeti në heshtje, sytë e saj të zgjeruar. Arbeni vazhdoi shpejt. Nuk ka nevojë të ndjehesh e presionuar. E di që je shtatzën, që varesh nga puna këtu, që je e brish. Nuk pres asgjë. Vetëm desha ta dije. Që kur të jesh gati, nëse ndonjëherë do të jesh, unë do të jem këtu. Lotët rodhen në fytyrën e Anilës. Arben, edhe unë kam ndjenja për ty, nuk e di nëse është dashuri ende, nuk e kam lejuar veten të shkoj aq larg. Por është diçka. Diçka reale dhe e frikshme dhe e bukur. Ti më bën të ndjehem e sigurt. Më bën të ndjehem e parë. Dhe kjo është diçka që nuk e kisha ndjer prej shumë kohësh. Atëherë nuk kemi nevojë të nxitojmë asgjë. Mund t'i lëm gjërat të zhvillohen natyrshëm. Në kohën e duhur. Ajo pohoi me kokë, duke fshirë lotët. Në kohën e duhur. Ata mbetën të ulur aty, krah për krah nën qiellin e natës, duke parë fishekzjarret e fundit. Një lidhje e re ishte një orë, por jo e detyruar. Kishte mirë kuptim se ajo që po ndërtonin ishte e brish dhe e çmuar dhe meritonte të trajtohej me kujdes. Ditët e para të janarit sollën një urgjencë të re. Anila ishte zyrtarisht në javën e 40 dhe foshnja mund të vinte në çdo moment. Të gjithë ishin në alarm konstant. Arbeni kishte dhënë urdhra të prerë në zyrë që duhej të kontaktohej menjëherë nëse Anila fillonte procesin e lindjes. Zonja Fatime kishte udhëzime të qarta se çfarë të bënte. Vajzat e dinin se kur të vinte ora, do të qëndronin me magjistricën ndërsa Arbeni do ta çonte Anilën në spital. Ishte një të martë pasdite, gjatë një loje tavoline në dhomën e ndenjes, që kontraksionet e para filluan. Anila ndaloi në mes të radhës së saj, një dorë fluturoi në barkun e saj. Anila, pyeti Bora, e shqetësuar. Jam mirë. Vetëm një kontraksion. Kam pasur disa. Sot. Por kjo ishte ndryshe, pyeti Lura, gjithmonë perceptuese. Pak më e fortë. Por ende është herët. Mund të zgjas orë, madje ditë. Ato vazhduan lojen, por të gjitha ishin të vëmendshme tani. 15 minuta më vonë, një tjetër kontraksion. Pastaj 20 minuta. Pastaj 12. Kur mbërriti e katërta, e ndarë me vetëm 8 minuta, Anila pranoi se ndoshta ishte ora. Zonja Fatime telefonoi Arbenin menjëherë. Ai ishte në një mbledhje të rëndësishme me investitor të huaj, por la çdo gjë dhe doli me vrap. Mbërriti në shtëpi në kohë rekord, duke gjetur Anilën tashmë me çantën në derë, duke marrë frym përmes një tjetër kontraksioni. Vajzat ishin të grumbulluara rreth saj, dukshëm të friksuara, por duke u përpjekur të ishin guximtare. A do të dhembi shumë? Pyeti Vala, zëri i saj i vogël duke u dridhur. Anila buzëqeshi përmes dhimbjes. Do të dhembi, po. Por do t'ja vlej. Dhe kur të mbaroj, ju do të mund të njihni vëllain tuaj të vogël. Premton se do të kthehesh? Era mbajti dorën e Anilës. Premtoj. Dhe do të sjell dik shumë special me vete. Arbeni e ndihmoi Anilën deri në makinë ndërsa zonja Fatime përpiqej të qetësonte vajzat. Para se të hynte, Anila u kthye dhe u bëri shenjë 4 figurave të vogla në derë. Ju dua, vajza. Zërat u kthyen në unison. Edhe ne të duam. Në spital, orët rodhen ngadalë. Arbeni mbeti me Anilën gjatë gjithë kohës, duke mbajtur dorën e saj, duke e inkurajuar, duke fshirë fytyrën e saj me një naftë të lagur. Ajo i shtrëngonte dorën përmes kontraksioneve, secila më e fortë se tjetra. Nuk ka nevojë të qëndrosh, këshertiu Anila në një moment pushimi mes kontraksioneve. E di që kjo nuk është komode për ty. Nuk ka asnjë vend tjetër ku do të preferoja të isha, u përgjigj Arbeni sinqerisht. Ti nuk je vetëm në këtë. Kur më nuk do të jesh vetëm. Orët në spital u shndërruan në një amshim. Arbeni kur nuk kishte qenë dëshmitar i një lindjeje më parë. Kur bashkëshortja e tij pati katërnjaket, kishte qenë një operacion cezarian urgjent në javën e 32 dhe ai kishte pritur jashtë sallës operatore në panik, derisa erdhën t'i thoshin se si ajo ashtu edhe foshnjat ishin mirë. Kjo ishte ndryshe. Ai ishte aty, duke parë çdo moment, duke ndjerë çdo shtrëngim të dorës së Anilës, duke dëshmuar forcën dhe brishtësinë e saj simultanisht. Ajo ishte e mahnitshme.
Edhe në dhimbje, edhe e raskapitur, ajo vazhdonte të shtynte, duke marrë frymë siç udhëzonin infermieret, duke besuar në trupin e saj për të bërë atë që duhej të bënte. Ishte në orët e para të mëngjesit, kur qielli fillonte të hapej me nuanca rozë dhe portokalli, që foshnja më në fund mbërriti. E qara e fortë dhe e shëndetshme mbushi dhomën, dhe Arbeni ndjeu lotët e lehtësimit dhe gëzimit të rridhnin në fytyrën e tij. Është djalë, njoftoi mjekja, duke vendosur foshnjën e lagur dhe duke qarë në gjoksin e Anilës. Anila shikoi djalin për herë të parë dhe fytyra e saj u shndërrua në një mahnitje të pastër. Oj, i vogli. Më në fund njihemi. Zëri i saj ishte i ngjirur nga thirrjet gjatë procesit të lindjes, por plot emocion. Foshnja kishte një kokë plot me flokë të errët, lëkurë të kuqëremtë dhe vazhdonte të qante me një vendosmëri mbreslënëse. Arbeni vëzhgonte, i emocionuar nga intensiteti i momentit. Jetë e re. Fillim i ri. Shpresë e mishëruar në një qenie të vogël njerëzore që as nuk e dinte ende sa shumë i dashur ishte. A dëshiron ta mbash? Pyeti Anila Arbenin, duke ia zgjatur foshnjën pasi infermierët kishin përfunduar kontrollet fillestare. Arbeni hezitoi. A mundem? Sigurisht që mundesh. Ti je pjesë e kësaj. Me duar të dridhura, Arbeni mori foshnjën. Ishte aq i vogël, aq i lehtë, por i formuar në mënyrë të përsosur. Djali kishte ndaluar së qari dhe po shikonte rreth e rrotull me sy që përpiqeshin të fokusoheshin. Arbeni e afroi në gjoksin e tij dhe foshnja menjëherë u qetësua. Shikoje, komentoi infermierja duke buzëqeshur. Ai tashmë beson tek ti, diçka brenda Arbenit u hap plotësisht në atë moment. Ai kishte menduar se zemra e tij ishte plot me 4 vajzat e tij. Nuk imagjinonte se kishte hapësirë për më shumë dashuri. Por ishte gabim. Dashuria zgjerohej pafundësisht kur lejohej. Ky foshnjë, djali i një personi tjetër, i ngjizur në rrethana që nuk e përfshinin Arbenin në asnjë mënyrë, kishte gjetur një vend të përhershëm në zemrën e tij. Mirë se vjen në familje, i vogli, pëshpëriti Arbeni. Motrat e tua po presin të njohin. Mbrapsht në vil, vajzat pothuajse nuk kishin fjetur. Zonja Fatime i kishte vënë në krevat, por ato zgjoheshin vazhdimisht për të pyetur nëse kishte lajme. Kur telefoni ra në orën 6 të mëngjesit, të katërta u hodhën nga krevati dhe vrapuan në dhomën ku zonja Fatime po përgjigjej. Po, zoti Hoxha. E kuptoj. Ato do të jenë aq të lumtura. Urime. Magjistricia e mbylli dhe u kthye nga 4 palë sy ankthtar. Foshnja lindi. Është djalë. Anila dhe ai janë mirë. Vajzat shpërthyen në thirrje gëzimi, duke kërcyer dhe përqafuar njëra tjetrën. A mund të shkojmë ta shohim? Kur mund të shkojmë? Pyeste Bora pa ndaluar. Babi juaj tha se mund ta vizitoni sot pasdite. Për momentin duhet të hani mëngjes, të rregulloheni dhe ta lini mamin dhe foshnjën të pushojnë pak. Pjesa tjetër e mëngjesit kaloi në përgatitje frenetike. Vajzat insistuan të vishnin fustanet e tyre më të mira. Kaluan orë të tëra duke vendosur se cilin nga vizatimet që kishin bërë duhej dërguar në spital. Zonja Fatime duhej të ndërhynte disa herë për t'i penguar të merrnin absolutisht çdo gjë. Në fund, në orën 14, Arbeni u kthye për të marrë vajzat. Ai duke i raskapitur por rrezatues, me një gëzim në sy që ato nuk e kishin parë prej shumë kohësh. Kur hyrën në dhomën e spitalit, gjetën Anilën të ulur në krevat, duke mbajtur një mbështjellje të vogël me batanie të kaltra. Vajzat ndaluan në derë, pa pritur të turpshme. Ishte një gjë të flisje për foshnjën, ta imagjinoje, të planifikoje për të. Një gjë krejtësisht tjetër ishte ta shije atë real, të prekshëm, këtu. Hajdeni, tha Anila butësisht. Ai dëshiron t'ju njoh. Ato u afruan ngadalë, duke formuar një gjysmë rreth krevatit. Anila rregulloi bataniet që të mund të shihnin fytyrën e foshnjës. Ai po flinte, tiparet e tij delikate dhe të përsosura. Gishta të vegjël të mbledhur në grushte të vegjël. Ai është aq i vogël, përshpëriti Vala me mahnitje. Dhe ka aq shumë flok, vëzhgoi Era. A mund ta prek? Pyeti Lura. Anila udhëhoqi dorën e Lurës për të prekur butësisht faqen e foshnjës. Ai lëvizi nga prekja, duke bërë një tingull të vogël, por pa u zgjuar. Vajzat e tjera gjithashtu e prekën, një nga një, fytyrat e tyre të vogla të ndriçuara nga mahnitja. Si do të quhet? Pyeti Bora.
Anila shikoi Arbenin, i cili ishte i mbështetur në mur duke vëzhguar skenën. Kemi biseduar për disa emra. Por donim edhe mendimin tuaj. Fundja, ju jeni motrat e tij. Vajzat mbetën serioze duke konsideruar përgjegjësinë. Duhet të jetë një emër i rëndësishëm, deklaroi Bora. Një emër i fortë. Dhe i bukur, shtoi Lura. Që të thotë diçka speciale, tha Era. Si emrat tanë, përfundoi Vala. Që mami zgjodhi. Heshtja që pasoi ishte reflektuese. Përmendja e nënës së tyre nuk solli trishtim këtë herë, por një lidhje. Një urë mes të kaluarës dhe të tashmes. Po sikur Genti, sugjeroi Arbeni. Është emër mbreti, i fortë dhe shqiptar. Një emër që tregon se ai do të jetë udhëheqës i jetës së tij. Vajzat e provuan emrin. Genti. Gentian. Genti. Më pëlqen, vendosi Bora. Genti Hoxha. Por ai nuk është Hoxha, theksoi Lura. Është djalë vetëm i Anilës. Anila dhe Arbeni shkëmbyen një vështrim. Ishte një bisedë që kishin filluar por nuk e kishin mbaruar. Arbeni foli. Nëse Anila bie dakord dhe nëse në të ardhmen Genti dëshiron, unë do të dëshiroja ta adoptoja ligjërisht. Që ai të ketë të njëjtin mbiemër si ju. Që ai të jetë zyrtarisht pjesë e kësaj familjeje. Vajzat shikuan Anilën me ankth. Ajo kishte lot në sy por po buzëqeshte. Jam dakord. Nuk ka asgjë që dëshiroj më shumë se sa djali im të jetë pjesë e kësaj familjeje të mahnitshme. Atëherë u vendos, tha Arbeni. Genti Hoxha. Mirë se vjen zyrtarisht. Sikur ta kuptonte që po flisnin për të, Genti zgjodhi atë moment për t'u zgjuar. Sytë e tij u hapën, ende gjysmë të turbull dhe të pafokusuar, dhe ai shikoi rreth e rrotull. Pastaj filloi të qante, atë të qartë mpreth të porsalindurit që kërkon vëmendje të menjëhershme. Ai ka uri, shpjegoi Anila. Vajza, a mund të prisni jashtë me babin për pak minuta ndërsa unë e ushqej atë? Vajzat dolën me bindje, por mbetën të ngjitura në xhamin e dhomës duke vëzhguar. Arbeni mbeti pranë tyre, një dorë në supin e secilës prej atyre që ishin më afër. Babi, Vala i tërhoqi mëngën. A e do Anilën? Pyetja e drejt për drejt e zuri Arbenin në mbrojtje. 3 vajzat e tjera u kthyen për ta parë, njësoj të interesuara për përgjigjen. Ai konsideroi të gënjej, të shmanget, por vendosi për të vërtetën. Po. E dua. Dhe atë do ajo ty? Mendoj se po. Por këto gjëra janë të ndërlikuara. Ajo sapo pati një foshnjë. Ende po rikuperohet nga çdo gjë që babai i Gentit bëri. Kemi nevojë për kohë. Por përfundimisht do të qëndroni bashkë. Si burrë e grua, pyeti Era shpresëdhënëse. Ndoshta. Nëse është e drejta për të gjithë. Nëse është ajo që Anila dëshiron. Nuk dua të detyroj asgjë. Bora, gjithmonë më praktikja, kishte një tjetër shqetësim. Por nëse ti dhe Anila qëndroni bashkë, Genti do të jetë vërtet vëllai ynë. Jo vetëm në zemër, por vërtet. Arbeni u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e tyre. Genti tashmë është vëllai juaj vërtet. Nuk ka rëndësi çfarë ndodh mes meje dhe Anilës. Ju zgjodhët ta donit para se ai të lindte. Kjo është më reale se çdo letër ligjore. Por do të ishte mirë t'i kishim edhe letrat, tha Lura me urtësi. Kështu të gjithë do ta dinin. Arbeni qeshi. Po, do të ishte mirë t'i kishim edhe letrat. Kur u kthyen brenda në dhomë, Genti kishte mbaruar së piri dhe po mbahej në supin e Anilës. A dëshiron të provosh ta mbash? E pyeti ajo Borën. Sytë e Borës u zgjeruan. A mundem? Anila tregoi si të mbështeste kokën dhe trupin dhe me kujdes e vendosi Gentin në krahët e Borës. Vajza mbeti krejtësisht e palvizshme, me frikë se mos bënte diçka gabim. Genti e shikoi me sytë e tij të mëdhenj dhe të errët dhe Bora u dashurua plotësisht. Uj, Gent. Jam motra jote e madhe Bora. Do të kujdesem për ty për gjithmonë. Secila prej vajzave pati radhën e saj për ta mbajtur Gentin. Lura e mbajti dhe i këndoi butësisht. Era qeshi kur ai i kapi gishtin me forcë surprizuese. Vala vetëm e shikoi me mahnitje të heshtur duke prekur butësisht flokët e tij. Arbeni bëri foto të çdo momenti.
Donte ta ruante këtë, herën e parë që familja e tij e zgjeruar ishte e gjitha bashkë. 5 fëmijë tani. 4 vajza dhe një djalë. Jo në mënyrën si ai e kishte imagjinuar, por e përsosur në mënyrën e vet para se të linin spitalin, Arbeni e tërhoqi Anilën anash ndërsa vajzat ishin të argëtuara me Gentin. Për atë që biseduam në natën e vitit të ri. Nuk ka presion, por dua ta dish se asgjë nuk ka ndryshuar. Në fakt, duke të parë sot, duke të parë si nën, vetëm konfirmon çdo gjë që ndjej. Anila i preku fytyrën butësisht. Faleminderit që je këtu. Që je saktësisht ajo që Genti dhe unë kishim nevojë. Nuk e di se çfarë mban e ardhmja, por e di që të dua ty në të. Në një farë mënyre. Në një farë mënyre është një fillim i mirë. 2 ditë më vonë, Anila dhe Genti morën daljen nga spitali. Shtëpia ishte dekoruar nga vajzat me pankarta mirëseardhjeje, tullumbace të kaltra dhe shirita të bërë me dorë. Kur Anila hyri duke mbajtur Gentin, u prit si mbretëresh që kthehej në kështjell. Mirë se vjen në shtëpi, i vogli Gent, tha zonja Fatime, duke bërë shenjën e kryqit mbi foshnjën. Rritesh i fortë dhe i shëndetshëm në këtë shtëpi. Muajt pas martesës sollën rregullime natyrale të një familjeje që po bashkohej plotësisht. Anila nuk ishte më dadoja apo punonisja. Ishte bashkëshortja, nëna, magjistricia e shtëpisë. Dhe me këtë rol të ri erdhën përgjegjësi të ndryshme dhe një dinamik e transformuar. Vajzat filluan ta thërrisnin nën natyrshëm. Së pari Vala, më e gëzuara dhe e hapur. Pastaj Era dhe Lura. Bora u vonua më shumë, duke procesuar ende besnikëri komplekse ndaj nënës që kishte humbur. Anila kur nuk e detyroi, kur nuk e kërkoi. Thjesht vazhdoi të ishte e pranishme, dashamirëse, e disponueshme. Dhe përfundimisht, edhe Bora filloi ta përdorte fjalën. E turpshme në fillim, pastaj me më shumë besim. Arbeni i vëzhgonte këto tranzicione me mirënjohje të thellë. Të shihte vajzat e tij duke lulëzuar nën kujdesin e Anilës, të shihte se si ajo lundronte amësinë me hir dhe durim, konfirmonte çdo gjë që ai kishte shpresuar dhe më shumë. Ajo nuk përpiqej ta fshinte kujtesën e nënës biologjike. Përkundrazi, ajo e nderonte. Mbante foto nëpër shtëpi. Tregonte histori që vajzat ndanin për të. Sigurohej që ato ta dinin se ishte e sigurt t'i donin të dyja. Genti rritej i rrethuar nga dashuri e bollshme. Me 6 muaj, filloi të ulej vetë. Me 8 muaj, zvarritej në përgjithë shtëpinë, duke eksploruar çdo qoshe me kuriozitet të pangopur. Vajzat ishin shoqet e tij konstante, gjithmonë gati për të luajtur, gjithmonë duke vëzhguar që ai të mos futej në telashe. Arbeni mrekullohej me mënyrën se si Genti ishte ndryshe nga kur katërnjaket ishin foshnja. Në atë kohë, ai ishte aq i humbur në zinë e tij sa pothuajse nuk kishte qenë i pranishëm. Kishte humbur të qeshurat e para, fjalët e para, hapat e parë. Por me Gentin ishte i pranishëm për çdo gjë. Dhe nuk ishte vetëm për Gentin. Ishte për të rifituar kohën e humbur duke qenë babai që duhej të kishte qenë që në fillim. 5 vite pas martesës, Vila Hoxha ishte e panjohshme nga vendi i heshtur dhe i rënd që kishte qenë dikur. Ishte maj dhe kopshti ishte i lulëzuar me ngjyra vibrante. Dritaret ishin gjithmonë të hapura, duke lënë të hynte drita e diellit dhe ajri i freskët. Dhe tingulli i të qeshurave ishte konstant, duke mbushur çdo dhomë me jetë. Bora, Lura, Era dhe Vala ishin 10 vjeç tani. Ishin para adoleshente në zhvillim, duke u rritur shumë shpejt për dëshirën e Arbenit. Ende ishin identike fizikisht, por personalitetet e tyre individuale ishin zhvilluar plotësisht. Kushto që kalonte kohë me to mund t'i dallonte lehtësisht nga mënyra se si flisnin, lëviznin, ndërvepronin me botën. Dhe Genti. Genti ishte 5 vjeç, një lëmsh energjie me flokë të errët gjithmonë të shpupuritur dhe gjuni gjithmonë të gërvishtur nga aventurat e tij. Ai ishte në vitin e fundit të kopshtit dhe do të fillonte shkollën fillore pas pak muajsh, diçka që ai e priste me ankth sepse do të thoshte të ishte në të njëjtën shkollë me motrat e tij. Ishte një pasdite të shtune dhe e gjithë familja ishte në kopsht. Arbeni kishte montuar një hamak mes 2 pemëve dhe vajzat ndërroheshin për të shtrirë në të, duke lexuar ose thjesht duke vëzhguar re. Genti po vraponte pas një topi futbolli, duke u përpjekur të bënte gola në një rrjet të improvizuar që Arbeni kishte bler për të. Anila ishte ulur në një batanie në bar, duke vëzhguar çdo gjë me një buzëqeshje.
Ajo ishte 32 vjeç tani, dhe amësia I kishte dhënë një besim që nuk ekzistonte kur ishte e re dhe shtatzën dhe e dëshpëruar për punë. Ajo ishte speranca e familjes, personi drejt të cilit të gjithë gravitonin kur kishin nevojë për ngushëllim, këshill ose thjesht prani qetësuese. Genti vrapoi tek ajo pasi bëri një gol veçanërisht të mirë. Mami, e pe? Bëra gol. E pash po, zemër. Ishte I mahnitshëm. Po bëhesh shumë I mirë në këtë. Babi premtoi të më mësonte më shumë truke më vonë. Genti shikoi rreth e rrotull. Ku është ai? Shkoi të merrte ujë për të gjithë. Do të kthehet menjëherë. Genti u hodh në batanie pranë Anilës, I djersitur por I lumtur. A mund të pyes diçka? Gjithmonë mundesh. Në kopsht është një djalë që jeton vetëm me mamin. Ai tha se babi I tij iku para se ai të lindte. Si babi im biologjik. Anila u bë menjëherë e vëmendshme. Genti e përmendte baban e tij biologjik ndonjëherë, zakonisht kur diçka në kopsht ose në jetë shkrepte mendime për origjinat dhe familjen. Ajo gjithmonë dëgjonte me kujdes, gati për t'i lundruar këto biseda me ndjeshmëri. Dhe çfarë po mendon për këtë, I dashur? Po mendoj se ai duhet të jetë I trishtuar. Sepse ai nuk ka një babi siç kam unë. Ai ka vetëm mamin e tij. Por unë kam mamin dhe babin dhe 4 motra. Kështu që mendoj se jam më me fat. Je me fat, po. Dhe e di pse? Sepse je shumë I dashur. Nga babi, nga unë, nga motrat e tua. Por edhe ai djalë është I dashur. Mami I tij ndoshta e do mjaftueshëm për 2 njerëz. Genti mendoi për këtë. Siç më doje ti mua para se babi të më adoptonte. Saktësisht. Dashuria e një nëne është shumë e fuqishme. Mund të mbush shumë hapësira. Por është më mirë ti kesh të dy. Një baba dhe një nën. Zakonisht është, po. Por më e rëndësishmja është të kesh njerëz që të duan dhe kujdesen për ty, mund të jetë nën dhe baba, mund të jetë vetëm nën, mund të jetë vetëm baba, mund të jetë gjyshërit, mund të jetë çdo konfigurim. Dashuria është ajo që ka rëndësi, jo struktura. Arbeni mbërriti në atë moment me shishe uji për të gjithë. Dëgjoi fjalët e fundit të Anilës dhe ndjeu krenari. Ajo gjithmonë dinte saktësisht çfarë të thoshte. Ai shpërnda ujërat dhe u ul në batanie me ta. Duke biseduar për gjëra serioze, pyeti Arbeni, duke shpupuritur flokët e Gentit. Vetëm se sa me fat jam, u përgjigj Genti thjesht, dhe pastaj u ngrit dhe u kthye me vrap tek topi I tij. Arbeni shikoi Anilën në mënyrë pyetëse. Ajo shpjegoi shkurtimisht bisedën. Ai pohoi me kokë, duke kuptuar. Ata kishin lundruar shumë nga këto biseda për gjatë viteve. Çdo herë bëhej pak më e lehtë, por kur nuk humbisnin rëndësinë. Vajzat u bashkuan me ta në batanie, duke braktisur hamakun në favor të qenit pranë prindërve. Ato ishin në një fazë interesante të zhvillimit, jo më fëmijë të vegjël, por ende jo adoleshente. Ende kërkonin afërsi fizike me prindërit, por gjithashtu fillonin të vlerësonin pavarësinë. Arbeni I shikoi 5 fëmijët e tij, gëzimin e tyre, lidhjen e tyre. Kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Jo sfidat që kishin kaluar, jo humbjet që kishin pësuar. Ky moment. 6 njerëz duke zgjedhur të jenë bashkë, duke zgjedhur të duan njëri tjetrin, duke zgjedhur të ndërtojnë një jetë të përbashkët ditë pas dite. Më vonë atë natë, pasi fëmijët ishin në krevat, Arbeni dhe Anila bën shëtitjen e tyre të zakonshme në kopsht. Ishte një ritual që kishin mbajtur, kohë vetëm për ta. E di çfarë kuptova sot, tha Arbeni. Genti është 5 vjeç tani. E njëjta moshë që vajzat kishin kur ti mbërrite. Anila buzëqeshi. Është e vërtetë. Koha fluturon. Duket si dje që isha 7 zën, e dëshpëruar për punë, pa asnjë ide se ku do të përfundoja. Dhe tani shiko ku jemi. 6 vite më vonë. Një familje e plotë. 5 fëmijë të lumtur dhe të shëndetshëm. Një martesë solide. Një shtëpi plot dashuri dhe të qeshura. Nuk ishte e lehtë të arrinim këtu. Jo. Por ja vlejti çdo moment të vështirë. Çdo lot, çdo natë pa gjumë, çdo bisedë të vështirë. Çdo gjë ja vlejti për të mbërritur këtu. Anila ndaloi së ecuri dhe u kthye për ta parë. Faleminderit, Arben.
që më dhe një shans kur askush tjetër nuk e bëri. Që pe përtej barkut të shtatzënës dhe pe personin. Që e dashurove djalin tim si tëndin. Që e ndërtove këtë me mua. Arbeni i mori fytyrën mes duarve të tij. Faleminderit ty që shpëtove vajzat e mia që më shpëtove mua. Që solle Gentin në jetët tona. Që zgjodhe të qëndroje edhe kur do të mund të kishte qenë më e lehtë të ikje. Ata u puthën në yje, si që bënin shpesh. Dhe pastaj vazhduan shëtitjen e tyre, duart e gërshetuara, duke folur për planet për të ardhmen. Për vajzat që po hynin në adoleshencë. Për Gentin që po fillonte shkollën. Për zgjerimin e kompanisë. Mëngjesin tjetër ishte e diel dhe familja kishte një tjetër traditë. Mëngjes i madh bashk, i përgatitur nga të gjithë. Kuzhina ishte kaotike, plot biseda dhe të qeshura. Por ishte një kaos i lumtur, lloji që tregon jetën duke u jetuar plotësisht. Anila vëzhgonte çdo gjë, zemra e saj ishte aq e plotë sa dukej se do të derdhej. Mendonte se si kishte mbërritur aty 6 vite më parë. Kishte gjetur familje jo vetëm për djalin e saj, por edhe për veten. Ndonjëherë njerëzit që bota i konsideron të papërsosur mbajnë saktësisht dhuratat që na duhen. Shtatzënia e saj, e parë si pengesë nga të tjerët, kishte qenë saktësisht ajo që ajo familje e thyer kishte nevojë për të shëruar. Zia kishte dhënë vendin shpresës. Heshtja gëzimit. Distanca lidhjes më të thellë të mundshme. Dhe në atë kopsht me diell, 6 njerëz që nuk kishin filluar si familje por kishin zgjedhur të bëheshin një, po shkruanin për kufizimin e tyre se çfarë do të thotë të përkasësh. Se çfarë do të thotë të jesh në shtëpi.